punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Përshëndetje, miq dhe armiq të Tru Podcastit. Përshëndetje juve pacientë cilët keni marrë dozën e duhur të vaksinës kundër idiocisë dhe përshëndetje ju të tjerë të cilët refuzoni vaksinën ndaj idiocisë me një lloj vullneti të përbindshëm. Vazhdoni të mbeteni në rabbit hole, në frymën e lepurit, sepse më mirë do bëhet, më keq s'ka ku të shkoj, por mos harroni që hidhni votën tek i madhe që t'ja nxjerrë jetën më shumë. Juve e dini raportin ton me pushtetin, babain e kombit dhe mart nga ditët tuaja o Zot, që të vazhdoj mbretërimin dhe çuarjen e Shqipërisë në Europë. Sot, edhe pse nga fjalia ime hap se të gjithë mendojnë ose mund të mendojnë që do kemi një trajtim politik, është totalisht e kundërta, është 180 gradë ndryshe. Kemi një trajtim filozofik në thelb, por që do themi edhe disa të vërteta për artin përgjithësi, pasi një shoqëri e cila e ka humbur artin, konceptin e artit, sensin e artit, është një shoqëri e cila po shkon në degradim. Në Tru Podcast sot ka një mik jon i ri, David Kodheli quhet, është regjisor, producent filmash, është edhe CEO i filma apo bashk CEO, CEO. CEO i thonë kur je vetëm ti. CEO, okay. Meqense është vetëm ky, është CEO i filma production. Mund ta gjeni në rrjetet sociale, por edhe në YouTube, apo jo? E ke hapur YouTube? Edhe në YouTube. Neve do t'ja nxjerrim me pop-up gjatë emisionit që juve të shkoni të bëni subscribe. Juve dini që në Tru Podcastin nuk kemi xhelozi asnjërin dhe duam vetëm të ndihmojmë njerëz të mirë, të rinj, cilët kanë motivim për të ecur para me këmbët e tyre, kështu që mos harroni edhe një herë subscribe tek filma production në YouTube, pasi do gjeni material me të vërtet cilësor. Unë jam kënaqur me filmin Nietzsche. Jo sugjeroj dhe juve. O David, po faleminderit që më erdhe olla. Mbrëma shpendi dhe faleminderit ty që më ftove, të them të drejtën. Shikoj, unë nuk se jam në një njeri që i ndjek produksionin shqiptar në thelb. A kupton? Mbase ka ngelur nga fakti që shumë produksione shqiptare janë fucked off, a kupton, janë totalisht cop. Dhe ndoshta rasia meqense është mbreti i botës ke arti, jam njohur me ty për të njohur pak prodhime cilësore. Dhe aq sa kam parë nga Nietzsche, nuk po flasim që unë shikoj me sy kritikë, se jam totalisht mund të jem çfarë do lloj vetëm kritik arti dhe kritik filmi nuk jam gjitholog. 99% audiencia, janë kritik, kështu që. Por më ka pëlqyer sepse juve goditet me satirë. Edhe mua satira më pëlqen shumë vëlla. Domethënë për mua grada më e lartë e inteligjencës është përdorimi i satirës edhe autosarkazmës. Dhe Nietzsche kishte gjetur një konglomerat njerëzish, kasti aktorësh, cilët e mvishnin, le ta quajmë, rolin që kishin. Pra dhe Nietzsche që ishte një djalë skandaloz, më thënë është modeli se si nuk duhet t'jesh. Pra me humor të rënë të errët, bastard, le të themi. Juve keni trajtuar një fenomen që ne e gjejmë rëndomt. Pra Nietzsche ti e gjen lagje vëlla. Po. Një djalë që rritet loto e lagjes, një djalë që pi raki, një djalë që të merr lek borxh për të luajtur te kazinoja, një djalë që pi drogra e tjera. A mund të na thuash pak tani nga tjerë gjithë ky frymëzim, domethënë është një revoltë e jotja e brendshme që duhet ta nxirrë në artin tënd apo e kishe të paramenduar? Okej, atëherë ta nisim kështu. Pse fillova që të merrem rreth të parë që ty në botën e kinematografisë? Së pari, po ashtu si ti, siç the vetë shpendi që unë nuk e ndjek kulturën, po themi, televizive, mediatike shqiptare në fushën e argëtimit. Pra, jo atë politike sigurisht, por në fushën e argëtimit kemi një boshllëk, siç the edhe ti. Pra, si shumë audiencë të tjerë, je lodhur duke parë produkte
të riservirura me duke mbushur boshllëqe me ujë, miell, vezë, shto, edhe pa një esencë të vërtet në fund të fundit. Dhe duke parë dhe unë si me këtë syrin të thash pse jo mos jap unë kontributin tim, dhe kjo problematik, ky boshllëk mund të jetë një mundësi për mua si njeri kreativ, po themi, dhe si shkrimtar që kisha qejf të krijoja histori. Dhe gjithmonë kam pas qejf të krijoj një serial komedi, gjithmonë kam qenë kështu tip që kishte qejf çik batutat, gallatat, ndoshta se jam me origjinë nga Shkodra, nuk e di, por ishte diçka që kisha qejf ta përcjellja humorin tim, por në një mënyrë të xhiruar në mënyrë shumë kinematografike, pra duke mos i lënë gjë nga mbrapa cilësisë. Ishte diçka që vërtet nuk është vetëm për tani, por ti qëndroj dhe kohës si fenomen. Dhe gjetja personazhit ishte diçka që ka qenë në mendjen time për shumë kohë, po themi, sepse doja të gjeja një personazh. Dhe thjesht dija u njofta me aktorin, me Blendi Begën, i cili më frymëzoi, domethënë, për një lloj karakteri në rangun e humorit, dhe thash, okay, çfarë mund t'i shkoj një aktor i kaq energjik siç ishte Blendi. Dhe pikë pari tham do jetë njeri i mirë, do jetë njeri i mirë dhe naiv, i cili përzihet me situata dhe shoqëria e korruptuar e bën këtë naivin të vuaj dhe e dënon në një lloj mënyre. Pra serialet nganjëherë komedike nuk duhet të kenë një rezolut, po themi, të mirë për personazhin, sepse nëse seria mbyllet mirë për personazhin, çfarë e bukur dhe çfarë për të qeshur do ishte. Pra personazhet gjithmonë mundohen në për seriale komedike që të arrin diçka, por mënyra se si dështojnë, ajo është ajo situata që ne në fund na bën për të qeshur. Dhe filluam të krijonim të situata me këtë njeriu, tham do ta bëjmë shumë të mirë dhe shumë naiv, shkon në kish, ndoshta çdo seri do hapet ky që rrëfehet me Priftin, dhe Prifti që bile edhe Prifti është më idealizuar se vet ky, dhe e udhëzon që po gjejmë një të dashur se s'ka nevojë që të presësh martesën për kështu, ec vazhdo, dhe mendonim që do ta mbyllshim që e rref Prifti këtë në fund dhe këtë janë ndej, por situatat u bënin shumë abstrakte dhe një njeri me tru në kokë nuk u fuste në këto situata të çmendura. Pra vetëm naiviteti, çfarë të bukur e kishte personazhi përveç naivitetit. Pra pse duam ta shohim ne një njeri të mirë. Dhe e vërteta është që nuk do njeri të shohë diçka të mirë më të mirë se vetja, etj. Dhe tham, pse mos jetë më i keqi, po sikur të jetë më i keqi, çfarë ndodh? Se normalisht nuk do njeri të shikoj një gënjeshtar, një njeri pis, një biços G, apo do. Edhe në të vërtet do kur vje puna, sepse e shikojmë që ka shumë nëpër media, këto janë ato që ecin edhe më shumë, dhe ato do dhe publiku do këtë skandalin nga mbrapa. Por nëse arri thash që ti përcjell këto në mënyrë dhe në kontekstin e komedisë për të bërë për të argëtuar dhe për bërë për të qeshur me batutat e situatat e këtij personazhi, atëherë vetë si personazh, siç e the edhe ti, jep një mesazh që mos ta ndjekësh kurrë rrugën e këtyre njerëzve, sepse në këtë lloj mënyre të përfundosh. Dhe situatat e çmendura që ne kishim menduar për personazhin naiv bënin sens 100% kur u aplikonin në një protagonist që në vetvete është antihero. Sepse antiheroi dhe një njeri aq në hall, siç është Nietzsche, do gjëmoj gjithmonë oportunitetin për të pasur një got plus ose një variant për të dalë tani për tani, sot për nesër. Kishim kështu si shprehje, ne. Është filozofi jete kur e mendon. Është filozofi jete. Ne prekim për ditë. Është një njerëz kështu anti-materialist. Është djalë i lagjes pa shkollë. Ubermanshi i Nietzsches vetë që mbi njeriu Nietzsches, po. Që i shmang dhe ecën përtej botës materiale dhe ka atë shpirtëroren shumë tash. Por që sigurisht nuk ka mbaruar, dhe un kam qejf që më vonë të analizoj dhe traumat që e kanë shndërruar një njerëz si Nietzsche në atë që ne shikojmë. Thriller psikologjik ose nga komedi thriller psikologjik. Komedi do jetë, por që sigurisht në fund më lejohet një 2 minutë, po themi, që ta bëj çik më dramatike se ç'duhet, siç ishte për shembull tek seria 5, që mundova ta ruaj një seriozitet, një interrogim të fortë, por të kishte nota humori dhe i çik krip dhe piper, pa u sforcuar shumë. Pra
bën komedi, por nuk duhet sforcohesh çdo gjë që ti nxjerr nga goja tjetë duke qeshur dhe ta bëj publikun për qeshje. Do tempizmin e vet, do kohën e vet, do momentin dhe historia duhet të ecë përpara. Duhet të ketë një dialog i cili duhet të jetë organik, i cili është i besueshëm dhe të hipnotizon në ngjarje dhe të mban aty deri në fund. Dhe në qoftë se atë gjysore që ti e ke ndjekur serialin i arktuar duke parë historinë dhe do të shikosh më shumë, pastaj ne ja kemi arritur synimin ton. Dhe ja ke arritur, mendon se ja ke arritur synimin? Besoj se në gjithë bunch of bullshit që ka këtu. Ajo ditë, domethënë që të mund të penetroja me mesazhin tënd aty ku ti doje, pra mund ta quash një projekt suksesshëm. Shiko, në qoftë se do dëgjoja po themi kritikat ose komentet, unë sigurisht i vlerësoj dhe kemi marrë shumë komente të mira, jashtëzakonisht shumë. Seriali u transmetua në një kanal kombëtar dhe mori goxha shikueshmëri që ne si të rinj si produksion, po nuk do ta kishim mundur pa. Nuk do të kishim pasur kurr ato shikuesa dhe ato sy e vesh që na u dhan. Mos ja aq i bindur, por që deri tani po le ta quajmë kështu sepse e ke provuar tani edhe e pe efektin. Se s'bën. Dhe për mua nuk ishte synimi që do godas, por dhe nuk është se duhet të ndihem i lumtur që ja arritëm apo si ja arritëm synimin, sepse synimi ishte që ta realizonim për mua dhe ta bëja nga aja të zhëja këtë punë, që ishte goxha projekt shumë i lodhshëm dhe i vështirë, dhe ta dorëzoj ta bëj. Dhe aty është detyra ime. Dhe kjo është ajo që mua më lumturon në fund të ditës, që unë e bëra, ja arrita dhe e bëra ashtu siç e doja unë. Pastaj çfarë ndodh, si ndikon, si s'ndikon, është përtej prekshmërisë time dhe asaj që unë mund të ndryshoj. Dhe për mua s'ka rëndësi. Rëndësi ka që e bëra dhe në qoftë se më jepet mundësia që ta vazhdoj, sepse dua ta vazhdoj, sigurisht do ta vazhdoj. Por nuk mund të japim ne publikut atë që do publiku. Artisti duhet të japi publikut atë që ai mendon që publiku ka nevojë, sepse përndryshe nuk do ketë originalitet, çdo gjë do jetë e përsëritur, e shpëlar, kopje e diçkaje tjetër, dhe vet publiku do ta humbi pak nga pak interesin tek mediumi i filmit ose i serialit, nëse të gjitha janë njësoj. A mund të bëj një përshtatje filozofike? Po. Mendon ti për shembull që në një shoqëri që parapëlqen fast foodin, havjari do ishte një pjatë e preferuar? Unë mendoj që fast foodi ka qenë dhe do të jetë gjithmonë më i parapëlqyeri i shumicës së njerëzve. Pra besoj se sikur të ishim në Firenze në kohët e rilindjes, pra besoj se në bordella do gjeje më shumë njerëz se sa tek uficit. Respekte për vajzat e bordelës, gjithsesi. Respekte për ato. Sigurisht, por profesion fisnik. Gjithmonë kështu ka qenë, besoj. Dhe ne themi kur kemi diçka shumë artistike, pse nuk është në mas. Po edhe vet Leonardo da Vinci atëherë nuk është se ishte në mas, po themi i pëlqyer, nuk është se fshatarët e zonave banin radhën për të shkuar për të parë punishten e tij. Po pra, po aristokracia dinte ta bënte dallimin midis veprës Leonardos dhe atij plebeut. Ndërkohë, po pra, po aristokracia ka qenë vendimarrëse në 99.9% të gjërave që ndodhin në jetën publike. Ndërkaq tani është krijuar një lloj elite e cila ka lidhje me aristokracinë, saç ka kali me astrofizikën, por që janë ata cilët vendosen dhe këta janë krye plebejt, nuk janë më aristokracia. Pra edhe ata që ne quajmë elit ushqehen nga masa, ndërkohë që aristokracia në kohën e Firenzës nuk ushqehej nga masa. Nuk ushqehej, është një e kishte në kontroll, sepse ashtu ishte sistemi i tillë. Tash çdo gjë lidhet me klikimet që ti merr. Dhe e rëndësishmja është që ti të marrësh klikimet dhe prandaj dhe Nietzsche si projekt, po themi deri diku klikimet i mori, sepse tentoi të provokonte limitet. Dhe unë si eksperiencë çam ngeli nga Nietzsche ishte që vërtet limitet pas kanë shkuar shumë larg dhe ajo që unë po sillja nuk ishte më një gjë që të shokonte njerëzit, si një skenë me seks ose një grua që është më liberale dhe independente, po themi se ç'duhet me jetën e saj, ose çfarë bëhet mbrapa dyerve të mbyllurave të kazinove me shifrat e frikshme që luan,
ose brenda komisariateve të policisë, ose vetë përzierjet që ne kemi për shembull Kosovë-Shqipni dhe ndryshimet kulturore që kemi me njëri tjetrin edhe në komunikim, por edhe në festime, edhe në mbledhje familjare e gjëra të tjera, dhe ishin gjëra që unë mendoja që do kishte shumë pikpyetje dhe gjëra. Pas dhe batuta për transgjinor, për shembull, që kam pasur komente e këte janë deri nga mbrapa, unë personalisht, që më bënin të dyshoja, por kur u transmetuan, publiku e kuptoi kontekstin e komedisë shumë mirë dhe nuk u shokua fare nga gjërat që pa, dhe thash, okay, limiti paska që nga më keq se kaq, domethënë është as nuk e pas kam cekur deri ku mund të shkojmë dhe çfarë mund të pranohet nga publiku si argëtim dhe si diçka për të qeshur. Kjo më bëri çik çudi. Pra ka ndryshuar pak normat. Ndoshta nga këngët që dëgjojmë, kur thua tekstet e hip-hopit tek ne janë normat, cilës i referohesh, normave shoqërore që na mësuar neve moreve? Sensibilitetit. Sensibiliteti njerëzor, pra diçka që të prek, deri në çfarë limiti është, e zëm kështu në diçka makabër fare, po them. Koka në Stamboll, trupin janin, e zëm një dekapitim, domethënë sa mund të preki. Dhe nëse dikur ishte filmi Hitchcock, për shembull, të ta marr si shembull që të jetë më mirë. Psycho i Hitchcock ishte një film i 63-shit, i 62-shit, shumë i suksesshëm asaj kohe, dhe po themi lindi rryma e horrorit agresiv, slasher, por edhe sensual nga brenda, pra kur ai e vret me një thik në dush atë personazhin, dhe lindi një mori që edhe vetë Hitchcocku tha që u ç'ndodhi, dhe lindi një mori filmash të tjerë që kapitalizonin pikërisht në këtë. Pra ajo nisi, dhe ama një skenë trajtuar aq lehtë, pra ku nuk shikojmë, nuk ka asgjë grafike, një thik që ngulet, thjesht një grua që ulëret, gjaku që shkon në që merr atë spiralen edhe shkon drejt drenazhit, dhe kaq, por ama njerëzit kur e pan atë në kinema në fillim, ka qenë një impakt shumë i madh për ato, villnin, pinin të fikët, grashtat zona që dilshin nga kinemaja me vrap. Është konteksti kod dhe hapësirë. Pra ky ishte sensibiliteti që ishte atë. Është konteksti kod dhe hapësirë. Ndërkohë tani sensibiliteti ka ndryshuar shumë, dhe dhuna, violenca, edhe fjalori që përdoret nuk o det më dhe nuk të shokon më se ç'të shokonte dikur. Se nga çfarë fenomenesh sociale rrjedh, nuk e di, por gjithmonë kultura dhe ato që ne ndjekim dhe shikojmë, pra TikToku, Instagrami, serialet që ndjekim, etj. Se ka shumë veta që thonë jo, po është noisy dhe bën muzikë rapin me gangstera, dhe jo po bëj këtë, bëj atë, po kjo ka ekzistuar gjithmonë. Unë jam rritur për shembull duke dëgjuar Eminemin. Po. Ka rapist më të dhunshëm. Mreti. Ka rapist më të dhunshëm në tekste se Eminemi, ama një person i zgjuar shikon përtej dhunës të cilët ai po flet me fjalë, dhe shikon rimat dhe strukturat e vargjeve dhe mënyrën të cilën ai tregon një histori brenda këtyre vargjeve, aq të bukur, dhe ajo është talenti i tij si artist, që tregon një histori me rima, bën një këngë, dhe mënyra se si i organizon fjalët, domethënë, Eminemi të paktën është Shakespearean i parë nga ana sa fjalë përdor në tekstet e tij. Eminemi është rrugaç. Po. Ne kemi parë 8 Mile. Po. Ka dhe një sens të papar inteligjencë për të bërë autosarkazëm. Pra kur drop the mic ai thot ti ke shku me gruan time XYZ, gjitha me radhë drop the mic, çfarë do thosh tani për mua të fitoj. Ai e vret egon e tij. E vret egon kur del në skenë. Po ka dhe diçka që ai lexon valla. Është lexues. Po. Do të thonë ai di fjalorin e anglishtes, po thoj se sa Shakespeare. Po, e vërtet. E lexon di më shumë se 25000 fjalë. Po, jo kuke. Nga 700000 fjalë që ka 33, duket 33000. Ka qenë Shakespeare si 30, vokabular, Shakespeare te 30, po. Po, ky më duket se ka kaluar me 35. Po. Di 35 fjalë dhe di të bëj rimat me orange, po ta kesh para të reelsin që thot orange, the orange, doggy. Dhe nuk është se ka domethënë një fenomen si Eminemi, nuk është se ka ngjallur, okay, ka pas shumë polemika, por nuk është se ka ngjallur në fancat e tij racizëm ose urrëtie ose dhunë. Okay. Pra, një fenomen si Eminemi nuk ka pasur ndonjëherë impakt tek publiku botëror
duke rritur racizmin ose homofobin ose dhunën ndaj grave, megjithse ai për këto gjëra fliste, po vetë mënyra se si i tregonte këto ishte mënyra e tij artistike për t'u shprehur, pra nuk ja vë fajin domethënë thjesht muzikës, dhe për mua rrjetet sociale janë ato që e kanë elmatisur pak, na kanë ulur pak atë attention spanin, vëmendjen e rinis, dhe është një content i pambarueshëm që e kemi në majën e gishtit thjesht duke e çuar lart, dhe na krijon dopamin, na krijon atë adrenalinën, dhe kjo na ka çuar besoj unë. Për çuna si puna ime dhe si jodja, që jemi çuna futemi, klasifikohemi te çunat e mirë, nuk futemi te çunat e këqij. Po shka se të gjithë njerëzit kanë drejtjet e veta. Mund ta themi ne. Po atë do ta themi neve, se po se tham neve nuk na e thot njeriu, vëlla, në këtë lloj bote që më besosh pendin për këtë pjesë. Po se manifestove ti, po se ditë ti se çaj je, mund të jenë koncept artificiale e mirë e keqe. Dhe të gjitha ato janë vetëm artificiale. Si diet. Po në këtë lloj gënjeshtre të madhe që po jetojmë, kemi edhe ne luksin të marrim një të vërtetë gënjeshtër të jam veshim vetes, duke njohur veten në mënyrë të gënjeshtërt, le ta quajmë, bëjmë marrëveshje fjalësh. Por si ti si unë që mund të përdorim TikTok sepse jemi të dy figura publike, të dy prodhojmë, ti prodhon filma, unë prodhoj content. Ti më shumë se unë. Po s'diskutohet. Sepse formati është ndryshe. Po. Formati është ndryshe. Unë e kam të përditshëm, ti e ke një herë në vit mund të prodhosh, po ai prodhimi jot mund të bëhet botror, a kupton? Dhe unë ta uroj me shpirt. Ta uroj me shpirt sepse e meriton se e djali mirë, mbi të gjitha e djali me vlera. Me ai sa të njoh fund. Tani po ta them unë gënjeshtrin tim. Faleminderit, okay. Ideja është vëlla, ti nuk e përdor pra në njëjtin mjet që është TikToku, Instagrami, nuk e përdor për të helmatisur njerëz. Dhe për mua nuk ka se unë ty të them hajde ta pishi tek ashash me mua dhe ti do ta pranosh se më ta shpendi. Është vullneti jot i lirë vëlla. Dhe në momentin që ti shikon një debil, një idiot funksional që është duke shanga rob me libër shtëpie me miun e shtëpisë, një tjetër që është në TikTok, ti thjesht mund t'i bësh scroll. Po ti nuk e bën vëlla, sepse ty tërheq dhe nuk është më faji tek ai që të del, po është te faji jot që ti e përqafon. Tash ai vetë sakrifikohet në mënyrë të fuqishme dhe sigurisht rënien e një perëndorie, të gjithë merrshin dylbi që ta shikonin se si merr flak Roma ose çfarë do lloj ndodhie tjetër skandaloze, dhe është një gjë që është aq e keqe sa që s'na lejon të heqim syt. Dhe ka dhe diapazon arti, mendoj unë, që edhe filmat, domethënë po ta marrim kështu si me një sistem binar 0-1. Një film që mundohet të jetë i mirë, por nuk është, nuk ka vlerë, dhe klasifikojmë e vëm 0. Një film që është shumë i mirë dhe është vërtet i mirë, ne e vlerësojmë me 1. Por ka një film që është aq i keq, shumë i keq, saqë nuk ka asgjë të mirë, edhe ai është 1 dhe është argëtues, edhe na bën që ta shikojmë, domethënë deri në fund. Dhe ka shumë filma amerikanë që janë kult vetëm sepse janë seriozisht të këqinj dhe nuk kanë asgjë në rregull, dhe edhe një person normal nga rruga do ta kishte bërë më mirë. Dhe thua, dhe pra është një lloj talenti edhe në të bërit keq të gjërave. Është një veçanti e madhe, domethënë ti je i fundit i të funditve, i fundit i klasës. Është një talent i veçantë që ti je të gjithë i çik një 5, një 4.2 e marrin. Por që të shkosh aq keq, domethënë, dhe në këtë rast TikToku i vë një lente shumë të madhe zmadhimi, besoj, pikërisht kësaj klase, një klase që është i çik për tace, me thënë të drejtën, ndoshta janë edhe brezi milenial mbas 90-s, dhe është një mundësi, një pasaport e shpejt drejt të qenurit, po themi, personazh ose çdo gjë, por që pasojat mund të jenë shumë të mëdha, dhe pasojat mund të jenë vërtet shumë të mëdha. Domethënë efekti i fluturës, teoria kaosit ndikon. Pra unë kam njoftur për shembull persona, s'du të bëj emra dhe asgjë, por që e zëm. Nuk na duhen. Ishte një person, më kupton, i cili është, punon në industrinë e filmit. Dhe shumë njeri i mirë, me një zemër shumë të pastër, por që nuk kishte talent. Nuk e kishte talentin, nuk e kishte as përqendrimin dhe punën dhe disiplinën që kishin të tjerë. Dhe një ditë të bukur thot, pse jo po shkoj ke një nga këto një emision i ri në një televizion, po hapet një emision i ri, po shkoj dhe unë po marr pjesë në këtë televizion. Dhe mënyra se si u qas në këtë emision e bëri që ditën e parë viral emisionin, dhe shi ç'a ndodhi tek ky emisioni.
Dhe pastaj ai u përjashtua iku për shkak të sjelljes, gjestit që bëri, nuk e di. Dhe ky emision sot e kësaj dite vazhdon akoma dhe transmetohet në TV shqiptare. Unë nuk jam fan si madh i këtij emisioni, por që po sikur ky person mos kishte qenë atë pikë tjetër së tij dhe me atë mungesën e disiplinës dhe të arritjeve që ai kishte në fushën e vet mos të shkonte te ky emisioni, a do ishte prap ky emisioni sot, kaq i ndjekur, kaq i parë, kaq i ndjekur. Janë ca gjëra të vogla që vërtet mund ta kenë atë dëmin shumë të madh nga mbrapa, pra si fillimi i një orteku. Po. Që fillon edhe pastaj hajde ta ndalosh. Kështu që të gjithë bëjmë dhe kemi rolin ton në shoqëri. Atëherë ma shpjego pak tani psikoanalizën e shqiptarëve. Ne jemi shoqëri që dim të bëjmë një ekspertizë pothuajse klinike për çdo lloj fenomeni që na ndodh. Pra nuk ka shqiptar që nuk e di që shikojë se shteti po ikën për lesh. Kinematografia ka ikur për lesh. Arsimi ka ikur për lesh. Mjekësia po. Po ikin për lesh edhe vet. Konstatimi është 100, 10 me yll. Praktika, kur vjen kursi praktikës, ne vetë gjithë jemi dështak me diploma. Ma shpjegon do të fenomen nga vjen nga buron? Po, se dia mund të jem unë personi për ta shumë, por që ka shumë veta si unë që i mbimendojmë shumë gjërat. Jemi mbimenduese. Kurse modestin, sepse s'duhet të jesh modest. Nuk di t'i jap këtë zgjidhje. Unë do doja t'i jepja një zgjidhje kinematografisë shqiptare. Dhe nëse flas për kinematografinë, unë besoj që ajo që na mungon aty të paktën është identiteti. Dhe kur thua identiteti ky që ka duket si film shqiptar. Po. Dikush e shikon dhe ka një, më duket si film shqiptar, sepse ka këtë gjë. Ti një film korean e dallon. Okej, janë një rast tjetër dhe thua, po nuk të duket filmi kinez korean. Mendoj unë. Domethënë vetëm njerëzit shumë gjithëpërfshirësa dhe racista i thojnë një film korean kinez ose një film japonez. Dallohet një film francez, nga një film gjerman, nga një film anglez, nga blockbusterat e Hollywoodit. Një film i Bollywoodit dallohet sepse ka stilin e tij, ka identitetin e tij vet të përfshirë në filmin brenda. Dhe ne na mungon identiteti. Ne mundohemi, edhe unë vet jam ai që i amerikanizon pak gjërat. Tekniqja jam goxha, domethënë strukturë, skenari, stil amerikan. American Pie i TV show. Ajo është një American Pie në versionin shqiptar, nëse më pyet mua. Pa dashur të krahasoj, Po, thjesht ideja vjen vizioni i Steve Meisterit. Pra është njëri Stifler që është vetëm për femra, për alkool, për drogë, për gjitha merata, kupton? Okej, edhe identiteti mungon këtu në Shqipëri. Pra dikur kishte identitet. Kishte filma shumë të bukur, të cilët mund t'i vinim kok më kok me prodhime edhe hollywoodiane. Kush janë këto filma? Hiq pjesën e propagandës, shumë filma ato që i njohim gjithë, ato që i kemi parë gjithë. Mua për shembull Lulkuqet mbi mure është një film i mrekullueshëm që studiohet edhe në universitetet e New Yorkut të filmit, që ka raste. Lulkuqet mbi mure, po, është një film domethënë spektakolar. Prallë nga e kaluara, Dy Ermat mua më pëlqen shumë si film komedi për shembull, dhe ka një strukturë, ka një skenar gati të përkryer, me ndërthurjen e ngjarjeve dhe të personazheve në një mënyrë, domethënë, është zakonisht shumë të bukur. Ka filma shqiptar që, ku ta thënë, Generali Gramofon, mund t'i vendosim me të njëjtat prodhime të njëjta viteve të shteteve të tjera dhe qëndrojnë dhe e kanë atë forcën dhe identitetin e tyre. Ti mund mbas 90-s pati shumë probleme, pati tranzicion, pati trazira, por që në këtë pikë që jemi ne, duhet ta kishim rindërtuar pak atë. Mundesh ti për shembull si regjisor që të risjellësh në jetë në versionin modern shqiptar Lulkuqet mbi mure? Absolutisht, jo vetëm Lulkuqet mbi mure që jo, po asnjë lloj filmi shqiptar ne nuk mund ta përfshijmë. Ne kam folur edhe në disa, domethënë, emisione podcast të tjera gjithmonë kam qenë partizan i kësaj që nuk i bëjmë dot. Ne sikur sot Hollywoodi bën remake pafund. Pra risjell filma të vjetër, i risjell në versione të reja dhe e di që ka një patent, po themi, intelektuale të filmit që ka funksionuar dhe mendon që do funksionojë edhe tani. Ne i kemi këto gjëra, por ne nuk mund t'i risjellim asnjëherë. Domethënë mënyra që nga fotografia, pra ka pas shkollë dhe departamente. Ne nuk kemi më departament shkolle për montazh, për drejtor fotografie. Kemi vetëm regji teatri dhe regji filmi. Kaq. Dhe cit ka dhe aktor. Pastaj nuk ka më sound design, nuk ka më kolorist, nuk ka, domethënë mungojnë departamentet pafund në të gjitha anët. Dhe çfarë do bësh?
do marrësh nga jashtë ose do mundohesh me njerëz autodidakt që punojnë sot. Plus pastaj ka qenë një lloj përfshirje skenash masive, kostume, një kostumonografi që ka pas Kino Studio, që fatkeqësisht e ka hëngër mola shumicën, një pasuri shumë e madhe kemi pasur dhe u xhironte çdo gjë në film. Ku ka më kamera me film sot në Shqipëri? Nuk ekziston më kamera me film, çdo gjë është digjitale. Digjitalja të kursen kohë dhe të kursen ca lek, por bukuria e filmit është gjithmonë ajo 35 mm dhe mënyra se si me 24 fotografi, siç thot Tarantino, krijohet iluzioni që ajo është një video, një imazh në lëvizje. Që nuk është më, po skena masive me njerëz të gjithë bashkë të drejtuar i synim, vinin me qef për të dalë në studio për të ecur, tani ke nga 20-25.000 lekë për të marrë një ekstra. Dhe sa herë shef një skenë, ku ke parë skena më masive në filma shqiptar, domethënë aq çam medi mund të ketë 50 veta, asgjë më shumë. Dhe pra departamentet çajlojnë. Ka qenë edhe puna vullnetare. Ka qenë edhe vullnetare, por kanë qenë shumë veta që në pagesë, domethënë nuk do punosh sot, e ke ditën e punës së paguar dhe do vish sepse po xhirohet filmi këtu në fshatin ton. Pra ka qenë koncepti barazis atëherë që kështu ka qenë, pra nuk është se humbisi e gjë. E kompensoj. Nuk humbisi e gjë, domethënë iso ishe. Sa mund të humbësh nga asgjëja vëlla. Dhe pra mund të humbësh çdo gjë. Departamentet, regjisorët e dikur shumë nuk po dalin, skenarista me shkollë si dikur nuk po dalin, montazhier me shkollë si dikur nuk po dalin. Ana ka ikur Gent Bego vëlla, super regjisor. Dhe sa shumë. Iku Genti. Ka ikur Genti. Po e përdor Kanada edhe. Gjithë talenti që ka Bego mund ta vendosin në një prodhim kanadez. Kemi neve luksin për me humb talenta. Ose ke? Genti ka bërë gjë shumë bukur shpendi që iku në një moment ku vërtet ishte në një kryqëzim. Po jo, ishte në një kryqëzim në karrierën e tij që thotë unë dua të ndjek këtë që do publiku sepse ajo po më kërkohet tash që unë të bëj dhe mos jem unë i vërteti unë dhe të bëj veprat që unë dua të bëj dhe të shkruaj. Apo do kërkoj diku tjetër kur ndoshta zëri im mund të dëgjohet dhe idetë e mia mund të konsolidohen, që fatkeqësisht nuk është Shqipëria. Dhe iku një moment duke mos e bërë këtë kompromis. Por mos them të gjithë që kemi ngelur këtu jemi bërë pjesë dhe jemi një copës e puzzle-it të këtij kompromisit të madh që bëhet. Pra, ti e di shumë mirë çfarë filmash po themi prodhohen sot në Shqipëri. Me parantezën që të bësh i film është një gjë shumë e vështirë dhe do një impenjim shumë të madh dhe respekt maksimal për gjithë ato që e marrin iniciativën për të bërë diçka dhe unë mendoj që të gjitha meritojnë që një film, nëse e kanë pasion ta bëjnë, kushdo qofshin. Një film, një mundësi në mos dhe dy t'i jepen kujdo. Pra, secili kush ka qejf ta provoj dhe ta bëj një film. Por nga një herë po themi projekte të gabuara të asociuara me figura artistash shumë të vjetër dhe shumë të mirë, është e njëjta gjë me këtë helmatisjen, po themi që po thonim e avasht, shumë e avasht që të bën për shembull TikToku në attention span. Në momentin që ti ke artista shumë të njohur dikur që marrin pjesë në XY projekte të dyshimta, po ndikon për keq në fund të ditës, sepse në qoftë se ti nuk i ambasadoron, po themi, pra në qoftë se ti nuk i mbështet me prezencën tënde disa filma, ato filma ndoshta do ta humbin atë rëndësinë e tyre. Pra është prapë e njëjta gjë, efekti flutur që një, po themi, The Rock bën një film artistik dhe fillojnë edhe Van Damme. Schwarzenegger bën film artistik nga mbrapa, në mënyrë metaforike sigurisht. Kështu që kush është institucioni që alokon fondet e ruan apo mbikëqyr mbarvajtjen e prodhimit filmatik? Është qendra kombëtare e kinematografisë, QKK-ja. Po. QKK-ja është një institucion i ngritur, besoj, që në 94-ën, në 95-ën, QKK-ja ka disa fonde. Tashi ka shumë diskutime që do përthithet nga Ministria e Kulturës me aq njohuri normalisht sa kam është që është independente dhe varur nga i merr fonde nga kryeministria. Autonome domethënë. Është autonome dhe nga kryeministria e di që vin fonde, por në bashkëpunime mund të jem gabim sepse jam i çik keq në. Nuk na intereson. Burokracia është ajo kriptoniti im, domethënë burokracia unë e kam mortje burokracia kriptoniti, s'kishe vajmendja. Më streson burokracia, pritja rradh në bank, të lloj gjërash, domethënë mua më stresojnë. Shok bashkë, pritja rradh në bank. Më stresojnë totalisht, domethënë. Nuk kupton, nuk ka vend
më stresuese banka për shembull se këto bankat e shtetit, ku do të Prit do Dhe të marrin që ca kjo- lekë po ti duhet precësh. QKK ka një fond me cilin prodhon filma studentësh, prodhon dokumentare, prodhon filma të shkurtër, prodhon filma të gjatë dhe si di, mos filma të animuar të shkurtër, Se besoj. prodhon edhe Prodhon po të ka animuar? fondet çdo vit, janë fondet dhe shpalljet për edhe për filmat animuar. animuar shqiptar. Isha unë para, po nuk e di, më duket se ishte ai QKK-s, më duket se ishte një iniciativë e Ministrisë Kulturës, ishte një miku im animator që piktor ai dhe kishin bërë disa filma të shkurtër kishin marrë legjenda të vjetra, për shembull kishin marrë Argjiron dhe kishin bërë Po. kështu në mënyrë fantastike shkencore. Po. E njëjta histori, por e trajtuar kështu sikur ishte në të ardhmen, kthehet dhe rishikon ku dhe E bukur. bukur, shumë bukur domethënë, por që e keqja këtyre projekteve janë gjithmonë deadline-et, mendoj unë, sepse një projekt artistik nuk duhet të ketë deadline. Ajo është gati kur të jetë gati, nuk mund t'i vesh i datë që këtë datë duhet të jetë gati. Pra montazhi i një filmi është diçka që zgjat Kjo është derisa burokracia. ti ta kuptosh që okay, nuk kam më çaj shtoj, nuk kam më çaj heq, është gati, është pjekur. Ndërsa nëse ti e dërgon shpejt atë, pastaj do kesh gjithmonë ato që se ndryshova pak te do të ngeli çik mendja dhe nuk do të pëlqej puna jote se Juve duhet të artistët jeni pëlqente. çik simatar kështu. Jeni simatar të produkti juaj, e doni kështu. E shikoni me lup. Ndërkohë domethënë që po. unë ta them nga eksperjenca, defektet janë më të bukura për publikun. Po të lutem, mua më pëlqejnë shumë, unë jam qefli i imperfeksionit, Po. i asimetrisë. Po. Dhe unë diçka që lind pa pritur, është diçka shumë e mirë pritur për mua. Pra, një regjisor duhet të ketë shumë besim tek departamentet e tij. Dhe një pjesë e departamenteve është dhe vetë aktori. Po. Pra, aktori, ti duhet të kesh besim tek aktori. Ti duhet t'i japësh atë idenë tënde për personazhin dhe pastaj aktori prit që këtë ta ngrej më lart dhe të surprizoj me mendimin e tij për personazhin, e shtuar mbi atë që ti i ke dhënë. Dhe aty lindin këto improvizime dhe gjërat e vogla që janë bërë legjendare. Në çdo lloj filmi, çdo gjë, çdo batutë, çdo gjë e bukur që ka ngelur edhe në kinematografi botërore ka qenë e improvisuar. Domethënë Robert De Niro që flet para pasqyrës, You Talking to Me ka qenë e improvisuar, tek Jaws, tek peshkaqeni, ku largohet dhe i thotë, "Ora na duhet i vark më e madhe." Që e ka shumë i mund të peshkaqen. Ka qenë diçka e improvisuar, etj pafund. Dhe kam qef që të lindi një gjë e tillë gjithmonë set dhe e inkurajoj shumë aktorin që t'japi diçka nga vetja. Zakonisht kam qef që ta marrim erat e dublën korrekte dhe të saktë dhe pastaj të tentojmë një gjë komplet ndryshe dhe ti thuash, "Ore, bëj herë si do ti, si e mendon ti, shive herë vet." Edhe nga njëherë është kjo vërtet ajo që i jep dhe konfidencën aktorit vërtet për mos ta tepruar dhe për të qenë fiks në atë comfort zonin që t'japi performancë organike dhe të vërtet. Ai gjeni juve aktorët të këtij lloj niveli vëlla, domethënë që shikoj, e di si më duhet më shumica njoh shumë njerëz, e dashuroj artin në koncept të bukurën. Njoh njerëz, kam miq të Akademia e Arteve. Nuk më duket domethënë të kemi një kast aktorësh që të jenë brillant o vëlla. Domethënë një kast aktorë që tu është ta kënaqësh shpirtin se du me pa këtë tipin në shumë dimensione. Du me pa dhe në hero, du me pa dhe në antihero, du me pa dhe si figurant, du me pa dhe si bastard, du me pa dhe si drogaxhi, du me pa dhe si rocker, du me thënë, si të mund ty, si e ka pas ai aktori që vdiq që lunte Jim Morrison, Val Kilmer. Val Kilmer. Do thënë ai është fenomenal vëlla, e ka luajtur boss mafia. Ka luajtur Junkie. Ka luajtur Jim Morrison që është një nga karakteret më të vështira, unë e dashuroj Jim Morrisonin. Biles në vitet e mia të studenturës, të studentit, neve hapnim dhe mbyllim bashkë me shokun tim të dhomës me Jim Morrisonin të Dorsat. The White Blind Light, që është poezia e tij më e bukur. Po flasim për një njerëz që e ka varrin për lashe midis Hugoit dhe Balzacut. Në Paris. Me disë tjera. Per lashe në Paris është, pra, ideja ka luajt është Batmanin, e ka luajt të Verdi. Bravo, domethënë, a ka nga këta lloj aktorësh, kast aktorësh? Shpendi, ne kemi aktorë dhe talente të jashtëzakonshëm këtu në Shqipëri dhe në teatrot tona në mënyrë që thua si ka mundësi që këtë nuk e shikoj në çdo lloj prodhimi që bëhet.
ka talente të reja, por edhe të vjetra që janë po t'i vesh kamerën, t'i japësh skenarin e dur dhe një vizion të bukur dhe ato të bëjnë të qash të qeshësh çfarë të duash ti, por nuk përdoren, sepse vetë filozofia jo vetëm këtu për në Hollywood është sa follower sa ke, merr këtë se ka më shumë. Dhe që këtu tani prishet dhe mbaron çdo gjë. Dhe unë kam qenë ditën e parë që më futur se puna vetëm me meritokraci. Dhe kush ka punuar dhe ka bërë casting me mua e di që të gjithë i kam shumë shok, i kam shumë shoqe, rrim, flasim, bëjmë dhe ato më kuptojnë shumë mirë që nuk është për ty ky rol. Pra, ajo që ti thua është një talent kështu, një në disa që edhe ka nuk diskutohet, por vetë numri i roleve që ne kemi këtu në Shqipëri, aq është i prodhimeve që mund të bëjmë. Domethënë, ajo që thua ti është një aktrim karrieral, pra ke 40 vite kohë për t'i bërë gjithë këto gjëra. Dhe unë po flas për çuna të rinj që sapo janë futur këtij rrugtimi dhe ka shumë dhe i gjejmë tek teatri Metropol, i gjejmë tek eksperimentali, i gjejmë tek teatri kombëtar, i gjejmë në Skampion Elbasan, i gjejmë në Aleksandër Durrës, në Durrës, i gjejmë në teatrin e Shkodrës, etj në Korçë. Në Korçë, teatri Korçës shumë i fortë. Me Zamir Akitën, të jashtëzakonshëm, Silvio Goskova, miku im që është tekniqe që luan në Nikon, ka një shfaqje tani në dhjetor, shumë të bukur që e ka bërë vetë. Ka lezet, dohen ka ca talente që i pengon vetëm kjo, fakti që ato janë serioz dhe duan të bukurën dhe artin. Që ka problem seriozitetin, domethënë me qenë serioz sot që ka problem për të punësuar. Është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh sepse nuk je interesant. Nuk je interesant dhe nuk je për TV. Nëse ti nuk tash ja ta kategorizoj me një mënyrë shumë të keqe, shumë banale. Bastardë don, son vdes çik për bastardë. Bastardë çun. Oje karagjos ose si e hiç. Nuk e mirëpafsh. Ike, u dogje, shkon në shtëpi. Je vajzë e mora vesh. Kuptohet që çfarë padarin po. Po, jo vetëm ashtu, po mënyra se si shitesh më se tash jemi në periudhën e OnlyFansit. Tash shif dhe mos prek edhe kaq. Nuk është si dikur, tash vetëm me pamë. Nuk është më mirë vëlla për shembull ti si regjisor, e të mbledhur një kast pacientësh, sigur me hap një OnlyFans, do ishe më të fituar vëlla. Po më fituar do isha sigurt të vidhja një bank. Ndoshta më i fituar se banka është problemet e bankës. Puna është që s'na e mban. Puna është që s'na shkon vendi, s'na e mban. Po ideja është të përzihemi me ato. Duhet më i fsheh. Se ja i more, po duhet më i fsheh. Duhet dish ti fshesh se ajo te banka çik problem se do skem vlla, kurse te OnlyFans çana do skemën e vet, se gjejmë veten të përshtatshëm për të bërë këto gjëra. Domethënë, ora nëse do më bë lek, mos u merr themun me aktrim, mos u merr me art, mos u merr me filma. Pro ti ke hyrë kësaj gjë, mos bo lek tash se unë s'po e kuptoj. Po çuditërisht. Se do na pyesin pacientët o gash, ore ky ftuar jot. Un kam qejf që ta bëj gjumin mirë në darkë dhe mos të kem të mira të tepruara. Pra, bukën time të përditshme, po themi ta ha. Kam fatin që jetoj në shtëpinë e gjyshit tim dhe nuk paguaj qera dhe mirëpres familje sigurisht në të ardhmen e tjerë, por që nuk e shikoj që duhet të jem halal qoftë mas 10 vitesh, 15 vitesh që unë e bëj këtë punë dhe sjell produkte, në qoftë se vërtet me bileta të shitura unë do kapitalizoj diçka mbi artin tim, okay, por nuk jam ai që dua të marr sponsora, t'i fus në film në mënyrë reklame dhe të bëj reklama në film, që për mua është nonsense fare sepse bie ajo hipnoza dhe tregimi i historisë i bukur të një projekti. Ka një lloj gjoje valla. Çdo anomali ka një pikë dobët. Le ta quajmë realitetin shqiptar një anomali për konceptin tënd. Pra ashtu siç e koncepton ti artin, mënyra e tanishme dhe e qëndësishme e realitetit tonë është anomali. Edhe reciprokisht. Edhe kjo që po kërkon ti është anomali për të smurët. Po ky valla, çato çdo lek do me punu, po s'do me bo lek. Se kështu e konceptojnë pacientët. Cila do ishte doza? Cila do ishte doza e vaksinimit që ti mund t'i bëje këtij lloji realiteti shqiptar për të ruajtur një cilësi, po për të sjellë edhe të ardhurat mjaftueshme për të krijuar projekt, sepse unë ta kuptoj logjikën. Okej, logjika ime ishte seriali që po flisim shpar Nietzsche. Më kupton, kjo ishte ajo që unë doja t'i vija publikut përpara.
Po? me një diçka, pra publiku e ka qef komedin. dhe Sepse në është zhanri më i komedi, vështirë sepse në komedia. komedi është i vështirë, por gjithë bashkohemi dhe e gjejmë veten aty. Ndërsa nëse futemi në zhanra dram, ja s'dua gjë për të qarë, futesh horror, ja s'dua, si kam qef, Po. thriller, jo nuk kam nerva Po. për thriller. Ndërsa komedia është një gjë shumë universale që na bën të gjithëve të qeshim, si të pasur, si të varfër, pra i tekalon këto hierarkitë edhe sociale dhe na bashkon çik në atë të qeshur që ne Po. bëjmë. Dhe duke bërë pasaj në atë stilin e saj që seriali Nietzsche ishte tentativa ime për t'ju ofruar publikut dhe për t'ju thënë që ky duhet jetë standardi jon i ri i të bërit të gjërave. Dhe unë e shikoj si një serial TV. Dhe është bërë për serial TV, nuk është cilësi kinemaje. Absolutisht jo. Nuk është i produkt që i ka kriteret për të qenë në ekranin e argjend në kinema. Absolutisht jo. Dhe këtu Pse? nuk i ka kriteret që nga formati. Është format, ka një aspekt ratio 16:9 që i përshtatet ekranit televizorit. Kinemaja zakonisht e ka Po. formatin 2:35 që është më i gjerë Po. dhe më i ngushtë nga lart, sepse Po. xherohet me lente Po. anamorfike Po. jashteti. Këtu në Shqipëri thjesht i bëjmë krop. Sepse lente anamorfike nuk kemi. Fatkeqësisht këtu në Shqipëri duhet i marrim me qera nga jashtë. Këto gjërat që janë Çdo për gjë filmin- nuk kontraktohet. non kontraktohet. Çdo gjë nuk kontraktohet, po. Domethënë pajisjet, stafi, çdo gjë që kërkoja të vë një producent mbi regjisorin, pra bashkon një producent dhe një regjisor, dhe i thotë që do punoni bashk. Producenti është ai që do zhvilloj projektin në pas të fondeve që i Alokon. jepen mas shumë aplikimeve, pritjesh etj, do i përdori këto fonde për të bërë filmin. Dhe një nga këto është sigurisht Rentali. Pra ne nuk i kemi pajisjet. Pajisjet që Kino Studio kishte janë shkrirë, janë vjedhur, më fal, se nuk e po them me çam kanë thënë që janë vjedhur tash dhe janë privatizuar, por shumica dhe janë privatizuar. Më kupton? Domethënë është një studio që e ka privatizuar tash Kino Studio, që bën ato. Po, s'po ja Ka themi emrin sallat për e arsye veta, marketingu, janë ose dhe- kemi frikë. Un kam qenë një herë, them Edhe unë drejtën kam eksperienca ime me Edhe këtë unë kam studio qenë e kam dhe parë. ishte filmi im i parë që po bëja. Dhe kishin një sallë ato që kishin 6 vite pa e përdorur. Para kësaj ishte xhiruar seriali Skënderbeg që u bë para disa vitesh. Kishte 6 vjet pa hyrë njeri në atë sallë. Dhe më dhanë një çmim stratosferik për ta përdorur për një javë dhe për të ndërtuar një skenografi. Dhe i thash, po tash unë jam çuni i ri, edhe po filloj, kam qef, më kupton, edhe po investoj nga lekët e mia, po tash ky çmim stratosferik për një gjë që ti bosh e ke. Dhe zëm, na jepi gjë çik më të arsyeshme. Nuk më dëgjoj sepse hypi në Range Roverin e vet autobiografi me shofer dhe po çante ato, domethënë, por që njerëz që edhe domethënë punë 50.000 lekë, ja, në 2.000 euro dua 2.050, gjëra të tilla, domethënë që tikën truri, thua. Ndoshta kështu bëhet legu shpend edhe unë se kuptoj, domethënë duhet i qëmosh to deri në fund, ta nxjerrësh deri në fund atë. Por kjo është privatizimi që është bërë Kino Studio. Filozofia e legut me shumë njerëz të pasur self-made që unë qëndroj edhe kam shok. Filozofia e legut është lumsi ai që e di vlerën e të dhënit, jo të marrit. Më i lumtur është ai që jep. Ata që e bëjnë vetë din me sherr. Po, okay. Edhe unë kështu e ndjej, po. Këta nuk, shikoj, këta lloj kategorisht vlla hyn tek personat që e vetmja pasuri që kanë janë paraja. Kështu që fali. Thjesht duhet i falësh. Po. Nuk është se duhet ta vratesh mendjen se ta boni për 50.000 lekë apo për 5.000 lekë, sepse nuk e diskutoj. Të vetme pasuri që ka është paraja. Nuk e diskutoj. Ai nuk ka as veten, se duhet të kesh veten një herë që të kesh familje. Këta janë materia. Po, shumë material, tash. Leku. Dhe ajo mendoja që kishte një kufi, më kupton, dhe po jo, pra se zullumi nuk ka asnjë kufi. Me aq. Zullumi s'ka asnjë kufi. Errësira kur s'ka kufi. Çdo gjë nën kontraktohet nga ana e QKK-s dhe janë bërë filma, ka bërë QKK-ja filma, por që mua më vjen keq marketimi që i bëhet filmave dhe në një farë mënyre edhe vetë QKK-ja ka hequr i çik dorë nga shqiptarët dhe kjo më vjen keq. Ka hequr dorë nga audienca shqiptare. Nuk ka më interes që një film shqiptar t'i tregohet shqiptarëve. Pse ku e nxjerrin këta tipa, dëmë që ku që ka kjo rregull. Ja të bëj një pyetje unë ty për Pa. shkak. E di ti cili film shqiptar është submissioni
i jon për Oscar në çdo vit që KK-ja propozon një film që e çon aplikon si më thënë për Oscar. Pra çdo shtet çon një kandidaturën e tij. Ma shue kuriozitetin valla. Që kalon. Dhe është një film quhet Pikuj. Pikuj. Pikuj, po. Film i bukur nga Robert Budina. Nëse gjithsesi me kë? Pikuj. Me Robert Budina. Është nga regjizori Robert Budina. Ta shikoj vetëm kot tani se meqense të kam ti këtu. Ta Pikuj shikoj çka që ka kjo, më kuriozon në Pikuj çmim për Oscar. Është kandidatura shqiptare, ajo që Shqipëria vlen troç. Dhe tash kush ishte vjet, po për vjet. Domethënë ka çdo. Jo. Ideja është që nuk i njohim. Dhe publiku nuk i njeh dhe nuk i di këto filma që janë prodhuar vet nga lekët, po themi, të taksapaguesve në fund të ditës dhe nuk na marketohen ne si shqiptar. Këto filma e nisin nga jashtë udhtimin e tyre, sigurisht. Pra, ti do të ta shfaqësh filmin në një festival filmi dhe normale që jashtë shteti janë mundësitë më të mëdha që ti ta shfaqësh dhe të kesh një publik sesa këtu në Shqipëri, normalisht. Këtu në Shqipëri një tif kemi në festival të hajrit që mbushet dhe bëhet. Dhe tani çdo gjë nis nga jashtë, pra sa festivale do fitosh ti jashtë. Sepse shumë filma bëhen dhe në bashkëpunim me janë bashkëprodhime të huaja. Pra, duke fituar ndonjë festival jashtë, mund të marrësh edhe ndonjë fond për filmin tjetër nga dikush japshëm. Ishte në Portugali, mund të marrësh një fond vogël nga Portugalia tek filmi i radhës, gjëra të tilla. Por ama këtu në Shqipëri tani nuk kam interes që të marketohet dhe dali filmi i ri nga QKK-ja flet për ku të diun, flet për një hakmarrje, flet për një kështu, ka këtë tematik, ne nuk e dim. Unë i di dhe i ndjek dhe i shoh, sepse jam dhe i fushës dhe kam kuriozitetin tim shumë të madh që të shoh çdo lloj produkti që bëhet. Paktën këto 5 vitet e fundit që jam futur me kokë kësaj pune, kam dashur që të rishikoj edhe gjëra përpara që i kam humbur, sepse nuk e dija edhe vetë që ekzistojnë apo nuk ekzistojnë këto. Por që duke punuar tani, edhe filloj dhe e ndjej dhe e kuptoj që publiku këtu në Shqipëri, domethënë fatkeqësisht është shumë i vogël. Tregu është komplet rrafsh. Vetë kinemaja në gjithë botën është në rënje dhe është sulmuar nga streaming service-at. Jo më këtu në Shqipëri. Është në rënje sepse unë jam te zhanri komedisë. Jeta ime dhe jote, po dhe shumë gjashme me neve është tragjedi thriller, po thuj se sa çohemi nga gjumi. Domethënë ti do shikosh në një lajm të zi, vdiq ky, vra ky, ra kjo, ra ajo, pra e kemi na mbush për ditëshmëria thrillerin psikologjik, fizik, horror, ballkanike, po themi, jetë ballkanike. Jetë ballkanike. Unë zgjedh komedin. Unë nuk e kaloj komedin, po kaloj viti 2010 vlla. Pas 2010-s, pash me kushuririn tim ishte mas hangoverit, po themi, nuk është se ka pas filma komedik Marijuana bis me zombi që kishin pirë një kanabis. Okej, ishin për zombi, sa mbar. Më bastard film vlla. Që nga koncepti 10.0 ishte rejti. Në filma 24. Te filma 24. Po pra, dhe pirateria është një tjetër problem, për shembull kultura pirate e të parit filmave që ne kemi pasur që nga vitet 90, që nga vjedhja e sinjalit italisë, vjedhja e filmave, që qenë Teuta TV, jepte filma që i kishin kinema, jashtë shteti, vije i gjeje këtu, vishin emigrantët u thonë, si shihni ju këto filma. Pra është edhe kjo lloj kulture që e ka bërë pak të vjedhë. Kemi qejf të shohim nga Ratia shpiston filmat, më thënë të drejtën, që edhe unë e quaj veten fajtor. Po të shi një film shqiptar, ti nuk mund ta gjesh kudo, se as nuk të bëhet, nuk e ke këtë lirshmërinë që okay, e sheh këtu se s'kemi një shërbim tonë, për shembull digital, nuk i blen këto faqe thashë. S'ka gjë më mos e vrimeni po ha. Ai nuk i blen këto filma që ne të kemi një platformë ku ne ti shikojmë prodhimet shqiptare. Pra mungon. Më vjen keq, ka edhe filma që janë edhe ja vlen të shikohen, kanë vlerat e tyre artistike. Për shembull ja kjo Pika ujit vlla, se unë hapa sridot, jam kurioz. I kam gjar mamit. Po ka shumë. Vjet ishte Aleksandër. Pika ujit zgjidhet si filmi përfaqësues i Shqipërisë në kategorinë International Feature Film. Në edicionin e 97 çmimeve Oscar. Pas thirrjes së hapur nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, aplikoi vetëm shtëpia kinematografike Era Film me metrazh të gjerë Pik uji. Të që ma shpjegon vetëm pak të vlla. Po ka shumë mundësi që aplikoi vetëm shtëpia. Ka shumë mundësi që të ketë qenë ishte i vetmi film
që plotësonte kriteret e kohës për t'u kualifikuar për si kështu. Pra varet që mund të ketë qenë në një hapësirë, po themi janar shtator, mars shtator, se është hapësira që duhet jetë prodhuar brenda kësaj kohe filmi, besoj se ka qenë filmi që mbaroi. Besoj, nëse ka qenë vetëm ajo që ka aplikuar, sepse normalisht të gjithë filmat që dalin gjatë asaj periudhe mund të aplikojnë dhe të konsiderohen nëpërmjet bordit. Tani do më shuash një kuriozitet vëlla. Ne kemi mitologji pafund. Po. Kemi Biblën tonë, është mitologjia, është eposi kreshnikëve. Atë që nga eposi kreshnikëve derivon me legjenda, më thet tash Argjeroja, vajzat e krujës që hidhen nga shkëmbinjtë, kjo Nora e Kelmendit lart, Skënderbeun. Skënderbeu është interesant shumë. Se kjo është pyetja ime. A mund ta kthesh ti për shembull historinë e Skënderbeut, të ndihmoj dhe unë nga studiusi Mark Palnigaj me arkivat sekrete të Vatikanit. E kam këtu librin, ta ja pasi të mbarojmë, që ta shikosh. Interesante. Është letër këmbimi midis Sultan Muratit të dytë dhe Skënderbeut. Sigur vetëm këtë pasazh vëlla. Pikërisht. Më intereson historia e Skënderbeut shumë, por e parë për shembull në disa ditë kritike. Për shembull, një ditë para rrethimit të parë, rrethimit të dytë, e pari çik në atë stilin që është bërë ky filmi Steve Jobs, filmi i dytë, që u pa në formën e backstage-it të prezantimeve më të rëndësishme që Apple i kishte. Se s'kemi nevojë, se ne historinë e njohim shumë mirë të Skënderbeut dhe filmin e kemi parë, dhe të thashë nuk arrim dot ta riprodhojmë luftën a çdo gjë tjetër që u bë ai bashkëprodhimi rus atëherë. Se lufta është bërë dhe spekulative. Ne na duhen këto momente të kyçe për të historinë. Momentet e veçanta, hyrjet e karakterit. E dieti për shembull që Skënderbeu ishte krye diplomat, është diplomati i niveleve të frikshme, se ne e njohim vetëm për vrasës, për ushtar, për strateg ushtarak. Me i lexu ti çfarë ka shkruar dhe çfarë letër këmbimi, për shembull, është një pjesë vëlla që unë kam lexuar tek këtu në podcast. Unë jam i gatshëm, i thot Muratit, që të vi dhe ta rivendos prap botën në këmbët e tua, të portës lartë, mjafton që ti të rrëzosh gjysmë hënën dhe të përqafosh fenë e vërtet që është krishtërimi dhe mua më ke po prap generalin tënd. Pra që këtu fillon domethënë ti jep një ofertë që ai e di që në partenc a priori që ti do të refuzojë. Domethënë kupton çfarë dinakërie, sigur vetëm këto pastazhe. Në sken që mund ta bësh si kështjell e gjitha me radhë. Politika mesjetare, politika mesjetare, këto janë shumë interesante, më interesojnë shumë. I fut edhe çik thriller pastaj, çik fantashkencë, science fiction. E di, aman se do na e shkruajnë direkte, do bëhet po për më dhe tham shumë të lart, pastaj e bën direkte, na e morën idenë. Ideja vëlla nuk është. Ideja është shumë e rëndësishme. Të gjithë bëjnë fëmijë. Të gjithë bëjnë fëmijë, po të bësh një fëmijë për të do të ruash këto ide të filmit tërë. Edhe ti si Bego, edhe Bego do të bolcen atë gjën e muret. I çik të shpëton goja, fillon pasaj dëgjon, po shkruaj një kështu mirë. Por që realisht për këtë pjesë ke suportin tim për nga arkivat që mund të duan, sepse të duan burime. Jam në kërkim. Momentalisht dua të shkruaj, kam disa seriale të shkurtra që kam qejf të realizoj së shpejti këtë vit. Dhe kam qejf të shkruaj një film të gjatë dhe të shikoj dhe jam në kërkim. Do kam disa ide. Jam në kërkim akoma. Jam duke parë dhe duke lexuar këto kohë në kërkim të asaj frymëzimit madhor, sepse është një të vjen, herën sa kohë të vjen thjesht një gjë dhe ti e din që kjo është lëre e gjeta, po duhet ta kërkosh frymëzimin, se nuk është frymëzimi diçka që të vjen kështu pa pritur. Mendon po nuk ishe në meditim konstant, po themi, dhe ta kesh në mendje meditonte hapjen e mendjes tate. Unë nuk mund të them që meditoj, po unë kam qejf teci për shkakun dhe të mendoj. Kam qejf nga herë teci vetëm dhe thjesht as nuk e ndjej më se ku po shkoj ose çfarë rrugë po bëhet, sikur me ecën trup në mënyrë autopilote, i respektoj semaforët dhe vizat e bardha çuditërisht, por ndodh edhe kur jap makinës për shembull në rrugë të gjata. Thjesht vetëm kur vjen një moment të them sa kohë vërtet s'po shikoj rrugën, si kam arritur deri këtu, domethënë sigur thjesht autopilot në një lloj mënyre. E shijon me muzikë. Dikur kur isha në gjimnas, po themi, kishte shumë ndikim muzika mbi mua. Ka dhe raste
mëngjeseve për shembull që më pëlqen dhe më shijon, po varet nga ditët, nga nga ndjesia, varet nga humori që kam dhe varet sigurisht edhe nga muzika Unë kam kohë që s'po dëgjoj. që dëgjon. Por prap frymëzimi, okay, edhe të vjen me muzikë, por mirë është ta kesh të pastër, një frymëzim i pastër, i bukur, një ide, një koncept dhe pastaj fillon dhe me muzikën ti e përpunoni çik atë konceptin dhe të çon muzika vet nga një ide e vogël të fillon dhe ti e hap dek të shumta e ndjek etj. Shkrimin tim të parë publicistik për 30 ditë me nga një shkrim në ditë, unë e kam bërë me kufje, vetëm me kufje duke dëgjuar muzikë. Ishte highway mix. Shumë çuditshme, nga herë edhe kapte vjen një pikë që as nuk po e kupton sa kokë që ti thjesht vetëm kur e mbaron e kupton që sa e lartë që ka volumi i muzikës. Të vjen fjala, të vjen ajo, të fillojnë krijoni situata. Je vet parti, je aktor, krijon skenën tënde. Çfarë do të thoj, po sikur të më thoshte këtë, po sikur takoja këtë. Se ky është forma meditimi, nuk është meditimi Gautama Buddha, se ne s'po kërkojmë gjën e nirvana valla. Se të kërkosh gjën e nirvana, duhet të kesh lëshuar plumbat fare dhe të thuash me këtë lloj realiteti s'kam dëshirë të bëj më. Dhe unë zakonisht ajo them avokatit Goxhaj, kur bëjmë ato debatet tona filozofike, konspiracioni e gjitha me radhë që ore po na fut në një fatalitet, në një qark mbyllur, hajde ikim Tibet vëlla. Apo thuaj që jeta nuk bëhet më, apo thuaj që këtu është kapur çfarë do lëgjoj, nuk kam asgjë. Bëhemi barinj. Është hapur dhe akademia, që është vërtet dalim me akademie. Po s'ka nevojë për akademi tash. A gjë do ta mësosh. Ka çik nevojë mieli valla, ka çik teknik. Do ta mësosh. Ne jemi mësuar të na mielin, prandaj s'dim. Tani na duhet shkolla. Ne na mësuam me na miel. Shikoj, unë ty do të sugjeroja, aq sa kam mundësi me sugjerua, dhe unë nuk është presë që të kopjojnë njerëzit, sepse duhet të jesh i zgjuar edhe për të kopjuar. Ta kopjojnë gabim, edhe kur kopjojnë gabim. Ideja është nëse ti merresh në kuadër të kompromisit që e nisën bisedën tonë, që të gjithë kompromentojmë në një formë apo në një tjetër, kush më shumë e kush më pak, sepse jemi brenda këtij sistemi. Po. Edhe është e logjikshme, është deduksion logjik që ti je duke operuar brenda një sistemi, nuk mund të thuash do çiko se unë jam anti-sistem, se s'ke se si, sepse i ke këmbët e tokzimin e ke në sistem. Ja, absolutisht. Për të qenë në gradën e klikueshmërisë, ta jap eksperiencë personale, unë nuk prodhoj kontent klishe. Po. Nuk prodhoj kontent të dobët. 30 sekondça, 50 sekondça. Edhe pse ato për fatin e keq ecin, po prap kontenti im që është ndar nga 6 orë podcast, kupus un po prap 30 sekondë. Ato që s'ta merr mendje, ato ecin më shumë. Po, fiks. Në qoftë se ti vëlla, ka rolin edukativ siç e kam bërë unë, pra nuk ka kënaqësi më të madhe për mua se sa prindër në Fier, në Lushtje, në Vlorë, në Shkodër, më shkruajnë dhe thonë ti je heroi vajzës time 16 vjeçe. Nuk e ke idem vëlla. Çaj eksitimi në përmasat të përbindshme është. Ne e kuptoj. Domethënë kur ti je heroi një vajze 16 vjeçe dhe nuk je heroi kreshi, s'ke se si ti je kresh për atë. Thjesht shikoj një model që dalës edhe ky po ecën me libra, me gjona. Në qoftë se ti këtë që po bëj unë këtu që nxjerr arkiva, bëj tema të vështira, ti kthesh në art, pra unë vit e bëj formatin e podcastit. Të kapësh ti me sjedën. Historinë nga arkiva, ti futesh në arkiva. Gjem perla vëlla. Futet të çika të meditimin regjizorial që bëni juve, që i ndani skenat e lentet e ndriçimi e ku qysh tek kush është kasti dur, kush është aktor, do vi Shpendi, do vi X, do vi Y që t'i japin këtë rolin Hamzajn e Vojsavën e tjerë. Futet edhe çik fiction që ta kuptojnë që të bëhet pak më komerç, sepse do që komercializëm, çfarë do lëgjoj do një tis komerçi. Më beso Shpendin që do çash para edhe me cilësi, po edhe me shikueshmëri, se ecën të dyja ndonjëherë. Nuk është vetëm e keqja ka shikueshmëri dhe e mira nuk ka. Pra kam lexuar një pasazh të një akademike. Shkrimet akademike kanë vrarë librin tonë. Pse dhe si e shpjegonte? Duke mos i dhënë shpirt shkrimit, dhe kur ti e lexon hap një libër dhe fillon shikoj se parathënia është bërë nga ky dhe ky libër funksionon për këtë lloj gjëje, është krijuar për këtë, mbaroj. Po ti futesh pak action, edhe të shkrimet gjeopolitike, po ti futesh action vëlla, se më kam thënë gjeopolitik.
Studentëve të mi unë ja u shpjegoj me Salvatore Dalin gjeopolitikën. Si mund t'ja shpjegosh ti me Salvatore Dalin gjeopolitikën studentëve? Vetëm me një shprehje vëlla. Forma është dhuna sistematike që i jepet materjes, pik. Edhe ata bënin kronologji dhe skema gjeopolitike se si mund të ishte Ballkani në raport me Ballkani në raport me Europën, Ballkani në raport me Rusinë, Kinën, Amerikën, të 7 kontinentet. Pra do një ndërthurje multidisciplinare sepse në kohën e çmendurisë madhe kolektive nuk ka më disiplinat ndara vëlla. Edhe sporti po ta kapësh banale, UFC-ja është mixed martial arts. Pra aty ke edhe munca, ke edhe boksier, ke edhe kickboksier, ke edhe ndonjënin që dëgjuan direkt mëlçi që la knockout. Pra është konglomerat gjërash. Nuk ka më sot do bëj vetëm të film artistik. Unë do bëj vetëm një podcast në muaj. S'diskutohet, por e vështira e kësaj është gjithmonë ajo që të gjesh balancën midis për të krijuar diçka. Për këtë ty po them. Ajo është e vështirë dhe ajo kërkon kohë, sepse vërtet mund të fuzësh shumë gjëra në film, por ka teori mendimi të ndryshme, ka teori Miss Van der Rohe që thotë less is more, më pak është më shumë. Po. Edhe fillon dhe mendon, edhe është vërtet shumë filozofikisht shumë vërtet që nga herë një fjalë e një personi cili ka shumë rëndësi për ty, më shumë se 1000 fjalë të një mashtruesi që do të të mbushi mendjen. Po themi. Dhe edhe një vepra ka shtresat e saj dhe që të ndash emocionalen me dramaturgjinë e historisë që po ecën para, me aksionin, siç po thoje, me komercialitetin, domethënë që ajo të jetë diçka vërtet e bukur, duhen balancuar do një recetë, si më thon, balancimi të gjithë këtyre elementeve dhe besoj se kjo receta është ajo që ha kohë në krijimin e një skenari. Dhe prandaj po të thoja që janë ca gjëra që s'kan deadline dhe duan kohë dhe një lloj pjekurie mendimi që të arrish dhe ti balancosh edhe ti vesh të gjitha. Unë besoj se tema, koncepte të bukura ka shumë si në mesjetësh po thoje ti, si në aktualitet, si edhe futuristike, imagjinare, alla Jules Verne. Neve po bëjmë një diskutim, një diskur bashk me shpresën e madhe si dashamirës i ardhit që janë dhe dashamirës i joti personal. Duhet pa me ec edhe po t'jap gjë tjetër do e bëj unë dëshirë, po t'jap temat që unë i kam provuar që ecin vëlla. Kuptoj. Ka marrë Alban Krajen, nuk ke pse të shash nga rrop njerëz. Për të bëj i famshëm me filma me mafioz. Nuk do shumë. Mund të marrësh edhe disa historian që nuk i njeh. Albani nuk e njihte njerëj që kur ka ardhur këtu vëlla, ka filluar ta marrin gjithë mediat. Tani, jo se jam unë një gjë e madhe, thjesht tek unë ka dalë super bukur, se e kemi shiu pa fund. Qartë. E kemi shiu pa fund vëlla. Edhe doli pjesa e bukur, vajte nga 2.7 k që kisha lënë unë Albanin, vajte 20.000. Po kështu rritje. E kuptoj. Sepse folëm për unë sot erdha për diskutuar për qef, as nuk e kam iden këtë lët më punë e madhe, nuk unë thjesht ideja është këtu. Kam qef dhe e bëj me qef këtë punë dhe nuk e bëj domethënë siç po thoja, as për të bërë i pasur, as për më ka rënë fati i madh që të gjithë miqtë e mi të jenë dashamirës ndaj jetës. Po dhe mos të jenë dashamirës shumë ndaj paras. Dhe unë tash më ka vendosur Zeusi me i thonë, o çuna, tek ajo dashamirësia që duam neve nuk shkohet pa kët vëlla. Duhet nxjerrim dhe i gjë. Po nuk shkohet pa kët. Është vërtet. Po nuk është roli një artisti mendoj unë që të rrit shesi veten e tij dhe nuk është kështu nëpër botë. Bota ka agjenta, ka ndërmjetësa, ka producenta, të cilët i marrin në përqindje në supin e tyre, po sigurisht edhe merren fiks me këtë. Domethënë jo me do e mos. Jo të gjithë po themi kanë atë si Tarantino që dele flet dhe sheti çik veten, ka atë karakterin, atë karizmën e tij personale. Fetish ai. Se tash kështu është. Unë vërtet bëra një serial komedi, po jeta ime nuk është fjalë batut. Po. Komedianët më të mirë në botë ndoshta janë njerëzit më të serioze të depresuar bile në atë errësinë e netëve të tyre. Unë jo, por që po them, domethënë kohë vështira, mendimet që ja kemi pasur të gjithë kemi. Ndoshta për mua adoleshenca, po themi rritja puberteti, ligje hormonale, na çonin ti mendonim gjërat më keq nga çishin dhe kur u rritëm e kuptuam se çfarë ishin hallet e vërteta. Por që në fund të fundit nuk është se ajo që shohim aty është edhe vetë personi, pra duhet dikush që edhe të mbështesi dhe të nisi përpara. Dhe unë kam shumë të vështirë për shembull shpendi pjesën kur
më duhet një sponsor, kot po them një elektronike, një pikë elektronike se më duhet për këtë seriali, do të xhiroj një skenë në një studio të tillë dhe dua t'i kem dhe sponsor njëkohësisht me që do të xhirojmë këtu. Dhe tash kontakti i parë që i bëhet dhe ti them që un jam filani, po bëj këtë gjën time dhe dua më japësh ti ca lek tash që të vi ta bëj aty ke ty. Po ç'a është kjo, si është kjo? Pyetja e parë që okay, ço seriali është, është shumë komedi, kemi këtë. Dhe e kam të vështirë se s'mund t'i them unë, ky është super serial. Pra nuk ja shes dot idenë që shife sa i mirë dhe sa i veçantë jam unë. Dhe nuk mund ta thush për veten tënde. Ama për shembull po të shkoj tani dhe të gjej një sponsor për shpendin e të ngrej kështu ëngjëll lart në ajër dhe të bëj sepse kam besim vërtet tek gjëja jote. Edhe tek gjëja ime kam besim, po thjesht kam atë që më duket vetja të them hajde shikoje tash se është e mirë me zorë me kështu tek vetja e kam këtë bllokimin. Modestia është virtyt. Më beso sepse e projektoj vet modestin. Po ka momente vëlla. Ka momente që vetbesimi bëhet virtyt. Edhe nuk është arrogancë. Një fije e hollë ndan genialitetin nga shpenduria. Unë vetbesim kam shumë vetë. Po jo më vetbesimi jo vetbesimin në konceptin njerëzor vëlla, po them vetbesim profesional të tipit unë se mendoj fare, po se mendoj fare se çdo mendoj tjetër. Po prandaj po them që nuk duhet të jem unë që po e shes veten time në këtë mënyrë. Dhe prandaj duhet një tjetër. Kush më mirë se sa ty jo, pra një që merret vetëm me këtë punë, që unë të rri i lirë edhe ta kem mendjen tek këto mendime dhe tek historia ime. Sa gjenta të mirë njefti vëlla. Këtu në Shqipëri nuk ka. Po s'ka pra. Dhe ne jemi të dënuar jetojmë këtu. Pra do bësh të tjerë gjë. Menaxhimi aktorësh është. Një studio vetëm. Një studio është. La e thaj edhe studio edhe monopol. Po se s'ka të tjera dhe interes që të krijosh edhe të tjera, se kaq aktora ka. Kaq treg është edhe ajo ndihmon shumë. Më thon drejtën, sepse këtu në Shqipëri gjithë një telefonat larg të kanë. Edhe ka që Shqipëria një është bërë, duhet të takoj shpendin, o të shkruaj në Instagram, o të Facebook, një email, një gjë, unë do ta gjej një kontaktatin dhe do të kontaktoj dhe do të them. Po se më përgjigjesh, nuk e di, por një kontakt do ta gjej. Agenti këtu është më shumë tek pjesa e punëve nga jashtë, pra kërkojnë, po themi stereotip aktor ballkanik dhe e bëjnë thirrjen, po rolet folura se figurantët i gjejnë ato se janë popull të mëdhej dhe janë shumë të miksuar kudo në Europë. Duan një shqiptar, një që flet shqip për shembull. Thonë, "Ok, na si çka ka një aktor të mirë në Shqipëri, se na duhet një plak për shembull boss." Ishte paracakohesh me një film, një serial italian dhe ishte një boss shqiptar tash. Kuptohet që stereotipizmi, mënyra si na përshkruajnë, na bëjnë këto bajrak. Keq fare, domethënë shumë të mbaruar, por nëse dhe duhesh një edhe vin domethënë dhe I shkoj normalisht gjithë aktorëve në moshë shumë të mirë shqiptar janë ndej dhe pra ndihmon në këtë ndërmjetësimin me punë nga jashtë më shumë se sa për punë brenda për brenda këtu. Pra këtu do ta përshkruanim si një producent ajo që I duhet një artisti. Pra një person I talentuar ti duhet ta marrësh dhe ta çosh ta nxjerrësh në treg. Unë kam shumë të thjeshtë edhe e kam bërë me artista edhe të tjerë që jam munduar gjithmonë t'i ndihmoj dhe t'i çoj diku, por edhe që të mbledh fonde. Dhe ato e bëj për tjetrin, por për veten time e kam shumë të vështirë pastaj sepse jam shumë kështu. Nuk keni grupin tuaj për nuk mund të them që është më mirë. Po e kam po edhe të tjerë, për shembull, grupi jonë është ky, është Xhorgji, drejtor fotografie. Xhorgji është drejtori I fotografisë më I talentuar në Shqipëri në mënyrë absolute, ka studiuar në Prag, në famu, më absolute, më gjëra të vetja, je kështu po jo mos se pa dyshim që nuk ka si Xhorgji. Xhorgji ka marrë në famu në Prag, ku ka studiuar Xhorgj doli emri vëlla, respekta. Ka studiuar Miloš Forman. Po, në Prag. Dhe shqiptari I fundit që ka qenë në famu ka qenë Piero Milkani. Ai ka qenë. Masa ti 30 vjet s'ka pas më. Nga Kosova se Kosova është shumë lart në kinematografi. Shumë e kujdesshme me artistat e saj. Xhorgji. Edisoni 2, që është executive producer, është miku im më I mirë dhe pasi do interesi pasi ka qëndruar që ditën e parë duke na mbështetur në projektet nga qefi që dhe ai ka për kinematografin, nga pasioni I madh. Pra ai ka qef që të rregullojë dhe të bëjë logjistikën e
e produksionit dhe të xhirimit, si do ta rregullojmë, ku do parkojmë, ku do lesa furgona, gjona na duhen, do i marrim nga shtëpia, do i çojmë në shtëpinë darkë, do na vi dreka kateringun këtë orë, marrim lekë policia për parkime këtu përpara, dhe vizjar fikë. Ka këtë qefin e vet dhe Alex Tane, edhe Alexin e përshëndes shumë. Alexi pasaj është një njeri, çfarë të them unë ty, domethënë Alexi duhet ta thrasësh ndoshta këtu emisionit të flasë, ai ka studiuar ikonografi, ka studiuar pikturë, punon si është guid turistike e certifikuar, mal, rafting, etj, 100.000 gjëra, punon, është sekretar aty në vend, ka rrit vreshtat e tij, është aventurier, eksplorues, ka eksploruar vende, ka zbuluar qeramika të lashta të vjetra, i ka dhuruar tek edhe Floria Mhonedhe, gjëra i ka dhuruar të gjitha tek Muzeu i Përmetit, një person domethënë i mrekullueshëm. Dhe midis Edisonit dhe Aleksit tash kanë 5 shkolla të larta bashkë të dy, se Edisoni po bën inxhinierinë e ndërtimit, është që ta mbylli kështu të gjitha. Qeltezi, ndërtim, arkitektur, tash po mbyll ndërtimin, ti ket domethënë, e bën kështu me 5 shkolla të larta. Vetëm ato dy. Dhe është qef që të punosh me njerëz, domethënë kaq të përkushtuar e kaq kështu, dhe jemi vërtet një grup pune. Ne jemi këto baza, po pastaj aktorët me të cilët punojmë, por edhe departamentet, sound designi për shembull, sound designi, kompozimi i muzikës, po edhe rentali i kamerës ka të bëjë shumë, sepse një person inekspert në kamera, një që nuk di ta zbërthej deri në sensorin e fundit dhe t'ia gjej një problematikë që pse s'po ndizet dhe pse po bie bateria kaq shpejt, ty të vonon kohë në xhirim, dhe koha në xhirim është lek që ikën. Dhe kush do të ta kthej mbrapsht atë lekun fund ditës. Kështu që të gjithë duhet të jenë në atë lartësinë, në atë gjën e vet. Dhe kemi pas fatin që ti kërkojmë, ti provojmë dhe të gjejmë vërtet më të mirët në Shqipëri kur vjen puna për realizimin e një filmi, sepse ka të bëjë shumë profesionalizmi. Pra unë fillova si amator dhe doja që të gjithë të isha i rrethuar nga profesionista të kësaj fushë, që të më plotësonin gabimet e mia normalisht në fillim. Dhe tani avash kjo është e bukur e regjisorit që mësoni çik nga gjitha departamentet. Kjo është e përbashkëta që një regjisor ka me një arkitekt, sepse inxhinieri është ai që di shumë gjëra për një gjë. Arkitekti di shumë pak gjëra për shumë gjëra. Dhe regjisori pak a shumë është e njëjta gjë. Pra duhet dish pak si nga muzika, si nga sound designi, si nga fotografia, si nga aktrimi, montazhi, etj, në mënyrë që vizioni të lidhet bukur dhe të ketë këtë harmoninë që po thoja shpar. Pra, mos tjetë muzika më e bukur se skena, se skenari. Mos tjetë aktrimi më i mirë se fotografia. Pse aktori vishet dhe del aty, pra make-upi, kostumi, drithia që t'je fotografia dhe aktrimi dhe skenari, fjalët që ai thot, të jenë në një nivel, dhe muzika që e përcjell të jenë në një nivel që çdo gjë të klik. U bashkohet të shkrihen. Dhe ti krijon dhe bën diçka, një skenë shumë të bukur. Kam një pyetje. Meqense më preket pak filozofin tim preferuar, Friedrich Nietzsche. Edhe Übermenschen. Je bazuar te Nietzsche për titullin e filmit apo thjesht ishte jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po ka shumë rrugë, shumë mura që të çojnë në filozofitë e Nietzsches edhe pa u munduar fare, domethënë. Kur vjen puna domethënë raporti im i parë që un kam pas me Nietzschen ka qenë nga filmi i Fight Clubit. Filmi i Fight Clubit është edhe libri, romani i Fight Clubit që Jim Mull, në mos gaboj, është shkrimtari, më duket se Jim Mull, mund të jetë skenaristi, ndoshta ngatroj. Dhe ka qenë ky koncepti filozofik kaq i bukur që thoja si ka mundësi, domethënë të bësh një film ti tash duhet të kesh filozof, të kesh të lloj bagazhi nga mbrapa që të shpikësh një filozofi të re. Si mund t'ja arrish, domethënë si mund të jetë një film kaq i përkryer? Dhe në fakt ishte i marr nga Übermenschen, nga teoritë e Nietzsches, domethënë Zarathustra. A mund ta themi neve vdekja e Zotit? A mund ta themi neve që Nietzsche jot është Übermenschen në nivelin më të ulët të veten, pra është me në rrjetin kartezian është tek minusi vlla, është te minus x-i.
Po. Por Pra që është besoj niveli se më i është lartë produkti- i fundëm Po, i një personi. është ai që ka nevojë vërtet shoqëria të ketë ndoshta. Sepse ndoshta duhet të rikthehemi në këto brimalet tona që t'ja kuptojmë vërtet Domethënë ti mendon se ndoshta vlerat shoqëria jetësore. jonë e meriton Nietzschen dhe ndoshta për atë ka nevojë. Po ndoshta që një të- blackout për ca kohë do na kthehete më shumë në të vlerësonim një darkë të mirë familjare dhe jo një Giro me Range Rover nga bloku duke ngacmuar. Domethënë të parë në këtë lloj Po. nivele, pra ushqimi Kaq banal vërtet, është pa. ushqimi i shpirtit që ne kemi, se ngaherë e mpim veten, besoj në drogra në mënyrë që mos të ndjejmë më, sepse kemi vërtet shpirtin bosh dhe nuk dim se çfarë na pëlqen dhe se çfarë na shijon. Dhe është gjynaf sepse e bukura na rrethon kudo dhe arti është kudo. Dhe çdo zanat, çdo gjë sjell art. Pra unë nuk mund ta shoh veten si artist, se nuk është vetëm fusha e jon që sjell art, por çdo gjë, edhe një marangoz e bën aq mirë atë gjën e vet sa që e kthen në art. Është art, po. Një shitës makinash, ditë ta sqaroj aq mirë nevojën tate që ti ke për atë makinë specifike sa që kthehet në artin e shitjes. Një intervistues i bën ato pyetjet aq të bukura sa që e kthen në art intervistimin. Pra kjo vlen dhe është kudo. Dhe unë besoj që të gjithë e kemi diçka që na e bën qefin. Domethënë se ishte një meme për shembull online, ishte një meme që thotë don't love your job, job your love. Më kupton, nuk e di e ke pa, pastaj fillonin këto, më kupton, don't face your fear, fear your face, edhe etj. Dhe vërtet, po është diçka që thotë besoj John Lennon i kjo përpara, që nëse zgjedhi punë e cila të pëlqen, zëre se nuk do punosh më asnjë ditë jetës tyre. Dhe besoj se të gjithë ka diçka që na pëlqen. Unë e kuptoj shumë mirë sepse jam tek 1% ose 2% i shqiptarëve që realisht punoj atë që dashuroj. Edhe jam ndjem me shumë fat vëlla. Po edhe unë dashuroj të gjën që bëj, fat, momentalisht, më thënë drejtën. Këto vitet e fundit, sado që nga ana financiare mund kisha qenë duke bërë diçka tjetër, mund kisha. Po që do makinë kam, e ke parasysh ç'a dua tash, e dua i çik më të lartë. Ajo ka kondicioner, është utilitare. Për ç'a e dua? Dua ta ketë ekranin më të madh. Po ti storish ti nuk besoj se fle makina apo jo? Jo. Që ta duhesh 60 poshtë makinë. E zëm, ç'a dua të marr 2 makina ose të jetë më e bukur ose ku të diun. Pastaj deti ai është pse duhet të shkoj me një hotel me 5 yje ta shijoj detin. Unë shkoj pushime se duhet të shijoj detin, nuk shkoj pushime se duhet të rri luks në hotel. Plus hoteli luksi ke në Turqi që i ke më çmime shumë të akomodueshme. E zëm, po mua më pëlqen deti Shqipërisë. Kemi plazhe, kemi vende, kemi. Pafund kemi, po. Jemi shumë mirë, domethënë mjafton të dim të shijojmë, ndoshta me camping me shokët, ndoshta edhe me një ecje në mal. Që janë gjëra që vërtet, domethënë prandaj po them, nuk duhet të mpihemi dhe ta shikojmë çik, pra sa rëndësishme është vërtet në fund ditës materialja, sa na ndryshon jetën, statusi dhe pra duhen parë çik përtej asaj që kërkon shoqëria që të kesh një status, të jesh mirë, të kesh një punë, të kesh një të ardhur të mirë, të jesh i sigurt. Pra, ngaherë futemi edhe në ato diskutimet që nga ana filozofike, çfarë është një burr? Çfarë është burrëria? Çfarë? Për mua është akt. Po çfarë është burrëria dhe çfarë përkufizon një burr? Dhe fillon ta mendosh çfarë përkufizonte përpara dhe çfarë përkufizon tani. Sepse për shembull e parë, po themi në sistemin amerikan, thonë që dikur me një rrog ai blente një shtëpi, dy kaçe, makinë, gjithë ato, mbante familjen, ishte edhe pianet, kishte mes alkool, dhe ishte çdo gjë okay, domethënë. Edhe tani me të njëjtën lloj sakrificë/pune që ti vën, nuk mund t'i arrish, po themi, që ti bësh ato që një burr para 50 vjet me sistemin ekonomik u arrit. Je më pak burr ti sot, nëse nuk i jep dot familjes një vil dy kaçe, makinë, gjithë ato. Rrymë është neo feminaziste. Ne jemi të persekutorit vëlla. Burrat janë persekutorit. Nuk besoj. Me këtë lloj rrymë? E di se e mendoj unë. Si e mendon? Unë e mendoj që ne kemi pranuar, jo unë e ti, por ato që janë në pushtet. Kanë thënë që e di se është puna, mi jep to lekët, shko bëj si gangster atë. Punë e madhe. Ai mora unë lekët, se ti duhet marrësh lekë unë, dhe ai që e merr në fund vendimin është një burr hetero i bardh.
Po. Mos tendet çifut. Ai është në majën e shkallës që e merr dhe e bën vendimin. Sepse unë e shoh në kinematografik këtë gjë. Pas ke kuptuar themi. Unë e shoh në kinematografik këtë gjë. Kanë shumë veta që thonë Netflixi është bërë vetëm me LGBTQI+. Po. Pse e kthyn se unë për shembull shikoja këtë Witcherin. Edhe Witcheri ma hoqën e çiqevin se dolën si nga novelat, dolën dhe si nga loja videogame që ka qenë komplet për te. Po. E bën dhe personazhin kryesor edhe atë gay. Pa ndonjë arsye të fortë, se robja mund të gay, po ma jep një arsye të paktën pse u bë. Edhe Netflixi është kështu prandaj se Netflixi i bën gjitha me gay. Po mirë, po tash në qoftë se dikush shkon ke Netflixi dhe i thotë të jap X miliona ta bësh çik gay këtë serialin, Netflixi s'do e pranoj? Edhe nga kjo vjen. Po kush i mori lekët? Kush është bosi i vërtet, ai që pagoi për ta bërë të, apo ai që i mori lekët i futi në xhep, domethënë, sepse ka Netflixin në fund ditës. Edhe besoj se bota kështu është e drejtuar në fund ditës. Thjesht është interesi këtyre që të kenë marketingun e tyre dhe jemi okay. Kur gratë ta kuptojnë që armiqt kryesor të tyre për shtresizimin social janë gratë borgjeze, gratë gjithmonë i urrejnë gratë të tjera, është e çuditshme. Do jetë një pikthesë shumë e madhe në mentalitetin ton shoqëror, David. Po për aq kocat ne shikojnë se mua ma caron vlla. Ideja është këtu. Si mund thuash ti shikoj se burri im nuk i bindën burrit, babait fëmijës, edhe ti vete si sklave 12 orë po të shefi. Shi njëjta gjë vlla, burr ai, burr ky. Në thel, po e kape femër mashkull, burr grua. Po. Pra ti po i kërkon babait fëmijës, shikoje tash se ne jemi me drejtat barabarta, ndërkohë që e prori jot ta nxin jetën 12 orë në punë. Shikoj, do thoya që janë gjëra të ndryshme. Do thoya që nuk jam për një sistem as patriarkal, as matriarkal, dhe un jam shumë të një kësaj njegu se ekuilibrit, që po thoya dhe shpar që tjetë kjo midis prindërve, ky bashkëpunim. Dhe unë shikoj që shumë prindër nuk janë bashkëpunues me njëri tjetrin dhe në shumë momente duan që të jenë heroj i atij momenti për fëmijën, dhe fatkeqësisht sikur e hudhin poshtë fjalën e tjetrit. Dhe në momentin që thyet kjo, pra nuk janë më bashk për të edukuar dhe për të rritur fëmijën, por majnë anë, llastojnë, hudhin poshtë tjetrin, hajt se ta jap unë lejen, shko bë, po unë i thash mos ta bëj. Ktu tani ti, opa, non, edhe shkon matriarkal, varet se kush e shtyn dhe e bën fëmijën më shumë që ta ketë fundja edhe nën kontroll. Vje puna divorci me këtë shkosh me mamën e babi. Pra duhet të ketë një balancë shumë midis këtyre, dhe në momentin që thyet balanca, pastaj këtu edhe vetë në mënyrë psikologjike, vetë fëmia që është e ardhmja krijon këto favoritizmat dhe mendon që njëri e ka pas gabim. Dhe nganjëherë dashuria e ashpër është dashuria që të bën burr më të fortë nesër pas nesër, por është një gjë shumë afatgjatë, që është një dashuri që babai ta jep. Dhe kur ti e mendon dritë shkurtër atë që se më ka i not babis më leme i bos nemi më gjërat, ama ai burr që ne jemi sot, jemi komplet një kallëp që ka ardhur nga edukimi që prindrit, sidomos babai jon na ka dhënë. Dhe tashi vërtet e kuptojmë vuajtjen e madhe që është qenurit baba dhe i mbajtur të kësaj barre. Dhe për mua, për ta lidhur me atë punën e burrërisë, kjo është që burri është ai që vërtet sakrifikon në heshtje për fëmijët e tij, pra i kollaboron dhe i mban për brenda çdo lloj inati për mirëqenien psikologjike të familjes së tyre. Burri. Dhe për ta lidhur me Nietzsche, domethënë. Ja, sa aty më intereson. Nietzsche dhe Nietzsche tek seriali im, jo tek filozofi. Nietzsche. Çfarë burri është Nietzsche? Në fund të ditës. Pra ai bën këto gjëra këtë ande. Ky është, ama sa Nietzsche veta te seriali jot vetëm emrin ka burr. Ka si Nietzsche, po themi. Pa fund. Në përbot që njohim. Pa fund. E po nëse ka pa fund pasaj, burrëria që nga pak skarse. Po themi në mesin ton. Absolutisht, po sepse duhet punojmë çik mbi këtë. Po jo, në momentin që ty të kanë thënë shikoj se ti të kesh instinkte mashkullore, i gabuar, i ndaluar. Jo. Po se ti e mban mend domethënë se si kanë ardhur tezat. Pra ti je mashkull, tezat po jo ne nuk kanë efekt këto. Po tash problemi është tek rinia, po tek të vegjëlit, tek fëmijët, tek ato është zakonisht problematik. Ne ku ne na hyn me fest në ditë tjetër.
Nuk ka shanse, nuk kemi ne për këto. Ka pacient edhe në moshën tonë, në grup moshën tonë. Që janë të pasigurt për gjërat e tyre, po mirë. Ore, seksualiteti është gjë që nëse ti ke lindur ose ke kuptuar që je gay, tash çfarë do bëjmë? Je ashtu, nuk do të ndryshojmë me zor të kthejmë hetero. Unë kam problem me agjendën o vlla, s'kam problem fare. Gay ka pas gjithmonë. Agjenda është problem. Agjenda është problem, por që të gjithë kujdesemi për atë tokën tonë, për ato që kemi ne mundësi të kemi. Ke parë brezënerit që ecën në rrugë? Çunat, për shembull, unë mbaj mend, edhe ti dukesh mashallah nga mjekra. Ka pas mjekrën që i vogël, di ti. Unë jam 90-a. Unë jam 93, që i vogël, po thoj se të njëjtin brez jena. Pak a shumë, po. Si, po, ne jemi rritur... Sot, vlla, po ne jena rritur me gjona tjera. Problematik. Ne jena rritur me iden që shikoj se e di unë se jam prindit, kam bë unë, s'nke bu ti, po. Po ti shikosh sot, vlla, kanë qëndrime ndryshme, janë pa testosteron shumë, më të dobët, më të addiktit nga telefoni, janë shumë introvert çunat. Edhe është një mas, se ka dhe macho si puna jonë. Ka, shqyqyr. Macho, se jam një macho. Macho. Për vete, po them, nuk është se jam një macho. Macho jema, për tash varet se çfarë, se duhet me bëj sa marrveshje fjalësh, pa çfarë quhen macho. Ço quhen macho. Macho kështu pra ku të diun këto që je mashkull alfa pra. Alfa po. Okej. Mashkull alfa. Do ta përshkruaj çik ndryshe, po që alfa e përshkruan më mirë këtë. Këtë që po thoya. Domethënë nuk ke shumë meshkuj till. Nuk e di, mua nuk më intereson ti je alfa. Un po pataj mendimin tim, do them që unë kështu e mendoj. Nëse ti ma kundër argumenton dhe ma mbush mendjen me argumente vërtet mirë, unë do them okay, pas ke ti të drejtë. Pra. Alfa, jo domosdoshmërisht është idiot. Nëse unë ta argumentoj më mirë, unë kështu që ndroj. Idiot alfa. Jo. Domethënë është e ime edhe s'ka. S'diskutohet pra prandaj po them, pra se machot janë këto tipikët që domethënë të shtin edhe seksin e kundërt të tërheqin, sa bukur të shtin ky, domethënë kanë një lloj atraksioni, kështu imagjinoja unë këtë macho. Ti the alfa është tjetër gjë, pastaj. Po, e di pse në një botë ylberash, në një botë ylberash, të gjithë po quhemi macho tash, sepse është disbalanca shumë e madhe. Qartë, ka ndryshuar ajo standardi e hierarkizimit të gjërave, të nocionave. Sot je para faktit që ti jesh hetero është turp vlla. Kupton? Po ta bën. Ore si jo mër, a e di ti për shembull që në Bashkinë Tiranës, po. Unë dhe ti, nuk e di jemi martuar apo jo dhe, me letra. Po, jam i fejuar. Me letra je vlla. Me letra jo. Me letra nuk je. Kemi 12 vjet bashkë. Shumë bukur. Tani ideja është që ti je në familje me prindrit apo jo, në certifikat familjare. Jo, jam emancipuar, po themi. Jetoj Ore, në certifikat a je me prindrit asje? Jo, jam veç. Je ndarë veç. Po. Unë që jam me prindrit, që jam i pa emancipuar, vlla, akoma. Unë shikohem si arkaik, domethënë duhet të jesh gay, lesbike, që të marrësh koeficientit më të ulët për kredit but në Bashkinë Tiranës. Ndërkohë që unë vlla, mashkulli që jeton konservatori me prindrit shtëpi, që me biznesin tim, po të aplikoj për njëre, kam koeficientin shumë herë më të lartë. Shumë më të lartë, e kuptoj. Që këtu fillon diskriminime. Çfarë bësh? Kjo është ide. Do thuash je gay për kaq %? E pranon për kaq %? Po për sa % do ti që thuash jam gay për kaq %? Pse pak veta ka që kanë ikur duke kërkuar azil politik për shkak sa veta partizanët kanë ngrënë plumin dhe aty nuk po pranon që je gay. Për 1%. Prandaj po them, ne që duam plumin, themi, okay, s'po e mor fare. Po shkoj pasaj në një gjë tjetër ose ku ta diun. O David, si të duk biseda valla? Pëlqeu tru podcasti ja, s'pëlqeu. Tru podcasti po, më pëlqen që u bëra edhe unë pjesë, kam dëgjuar disa herë, sidomos me Gendegon. Po. Kur flisni dhe kam shkruar në një komente këtu, kështu për të përzir muhabet, edhe gjithmonë e kam kënaqësi podcastin ku thjesht mund të flasim lirshëm, pa pasur nevojë për të promovuar, për të thënë shiko filmin tim ose është i bukur për zotin, jemi lodhur shumë për ta bërë, kemi këto skenat, kjo puthet me këtë, se kështu shiten tash. Ka skena hot kjo për zotin, është hot kjo skena, është goca shumë e bukur, hajde shihni. Këto të ashtu të më vrasin i çik nga brenda sa herë që fatkeqësisht duhet shkoj të promovoj diçka dhe s'du fare që të them
Të lutem hajde shife, sikur po lutem, duhet të them që është e bukur, megjithëse unë e kam bërë dhe s'mund të them unë që është e bukur, do të thonë unë thjesht e bëj dhe hajde shife, bile nuk dua as të flas për gjën, sepse gjëja flet për veten e vet, puna flet për veten e vet dhe ajo është puna ime, është filmi, shko shiko filmin dhe në atë moment ajo është puna ime dhe unë s'duhet të shtoj gjë. Nëse ti s'ke kuptuar diçka, ndoshta ka qenë ka stile nga ana ime që ti mos ti kuptoje të gjitha. Dhe nuk mund të ta mbyll unë fjalin, se për ndryshe mbaroj vepra. Që vepra të vazhdoj dhe ti mbijetoj 10 vjeçarëve, 100 vjeçarëve, duhet ta lësh të hapurit çika të kavanozin, që të ketë mendime të reja që të hyjnë edhe dalin nga aty. Kështu thotë David Lynch, që është një nga regjisorët e mi të preferuar. Si është për janë, femra fut shejtanin në shishe dha, por po të ishte burr do të kishte vendos tapën, nuk e ka vendos tapën, kështu që del prap. Shmirë që mos ja vësh tallën deri në fund. Po pse mos ta lësh kështu të vjedhoset para? Po që të kesh gjithmonë dhe të frymëzosh dhe të ketë gjithmonë teori për atë gjën tënde. Unë gjithmonë Nietzsche është shumë, po themi, është komedi dhe është shumë me këmbë tok, po surrealizmi është diçka që mua më pëlqen shumë dhe për shembull tek filmi i gjatë që kisha në kinema përpara 2 muajsh u bën tani, ngelën një çik dhe më thonë, po ishte ky apo ishte kjo? Si se mora vesh mirë. Po pikërisht pra shikoj prap, ja këtu futet marketingu, shikoj prap lutem. Shikoj po dush prap, por po dush, shikoj. Ti si e ndjeve? Ore David, nuk e kuptoni që pacienti shqiptar nuk e ka po mirë pra, po nuk kjo më i tipi hajde shive prap se duket sikur du që të më blesh prap biletën e zëm. Unë të them që po pse ti nuk e do që të blej biletën tjetër? Si e ndjeve? Ore nëse ndjen ai mirë më mund të shohë. Po kush po piert për ndjenja në Shqipëri vlla, se më çmene. Tashi ka shumë zhurmë. Të thash edhe kur po pishim ka që këtu ka shumë zhurmë. Dhe unë nuk dua të shtoj zhurmë më shumë. Unë dua që të krijoj një melodi që nga po vjen kjo muzika bukur, të shkoj ta dëgjoj çik në vëmend. Si mendoni unë që dal këtu vlla, dhe them shikoj se do ndjekësh mua çdo të hënë, çdo të martë, çdo të tente. Por ti e ndjen dhe ke një ndjem. Një synim goxha nobel në fund ditës. Vlla, me gjërat që po thuaj që po bën. Po të më futesh mua dhe ty në gjendje natyrore, natyrale. Jam shumë herë më me ne fregiz vlla dhe nuk du me i tregu as si lloj gjoje, ndaç kape, ndaç mos e kap. Si shpend. Ashtu, ndjej dhe unë. Qarkullo vlla. Kam shprehën time të bukur shumë, më qarkullo pak. S'më do, ec. Qarkullo. Do me pa. Qarkullo prap, mu hiq sysh. Po kur dalim për një produkt i cili duhet shitet, sepse po hym në një treg valla, po hyrën treg, koncepti tregut është shitja. Ore unë e mirë kuptoj dhe dashuroj faktin që ti je modest. Sepse modestia ta thash është virtyt, po duhet të dish vlla se kur ta përdorësh modestin. Pra uji është gjëja më e bekuar e botës, je dakord me mua, uji dhe ajri. Po. Ujin po ta pish pa karar kalon hipotermi. Edhe gjëja më e shëndetshme e botës kalon hipotermi vlla, krijon smundje. Edhe ushqimit plastomaku. Pra çdo gjë me karar, edhe modestia, si shumë çka tjetër, duhet të jetë me karar. Pra po vlla, juve duhet shikoni Nietzschen, filmin Nietzsche, sepse është super film, është super serial. Ja vlen me e pa, për aq kohë sa mund që juve e dini, të paktën juve pacientët e Tru Podcastit e dini që Shpend Gashi ka 6 vjet që nuk shikon dot një film. Është faktike, për aq kohë sa jam ulur unë për ta parë, besoj se ja vlen. Kështu që meqense ky zotëria është shumë modest për të thënë shikoj se është produkti im dhe du ta thoni juve që është shumë i mirë, pasi ta shikoni këtë episodin dhe pasi të shikoni filmin Nietzsche dhe pasi të keni bërë subscribe Filma Production në YouTube, na dërgoni komentet tuaja se si ishte filmi në këndvështrimin tuaj. Që dhe ky zotëria, pasi të shikoj bravo që nuk do jenë hipokrite, ta kuptoj që duhet ta marketoj sa më shumë punën e vet, që dalë, sepse me modesti e dini vetëve. Okej, po thoja që po pra thash duhet ky lloj bashkëpunimi mos themi për njëri tjetrin, për veten, do të thotë tjetri më mirë. Po që po thoya ka të bëjë me si e ndjeve ti, edhe në fund ditës gjithë ndjejnë diçka kur shohin një film, një vepër që domethënë ka rëndësi vërtet që unë të ta veja atë pikën e fjalisë kur ti e kupton atë që po ndjen ndërkohë që e lexon. A do që ta them një gjë shumë trosh fare? Po të mos pëlqente filmi vlla, të betohem për gjë më të shtrenjtë. Do të kisha marrë këtu, do të kisha thonë shikoj vlla se s'ja blenda. E di ku është pika kulmore?
që un kam vendosur ta shikoj vëlla, që në momentin që ai talli trapi me atë gocën që i bleu, që në fillim, sa aty duket vëlla, në start. Ajo është Starti ta jep hapja ftohtë. Bravo. Hapja ftohtë, po nuk e pushtove në fillim shikuesin. Momentin që ai donte me puth ajo se puthi. Bleu picën e porositi të gjitha dhe bëri sikur atë skenën që duhet tikte, duhet largohej që t'ia faturonte asaj, ajo është perla vëlla. Të ashtu. Ajo është perla, pra unë mendova dalë se këta çunat pas kanë dark humor. Se ne bot gjithë që po na korrin femrat, jo vëlla, pas ka dhe çuna që korr kanë femra. Ky ka qenë mendimi im i parë bazik kur e pash duke qeshur. Atë natë që tash ty po bëj detyrat e shtëpisë, që po shikoj filmin. Po mos më ka shkuar më se je i dyti që po ma lidh me këtë, domethënë se më kishte shkruar dikush tek media historia. Më vjen mirë që shikoj kështu djem heteroseksual që po prodhojnë apo bën. Shumë si ka se jam heteroseksual të mes, domethënë ku e pa heteroseksualin tim në serial ose pse doli kjo? Dhe ja po thok edhe ti njëjtën që domethënë që 15 minuta kam gjetur him. Tani e kuptova që nga çfarë rrith ka kjo. Unë e shikoj vetëm tek ajo pjesa, unë e shikoj te stereotipi më, që janë bërë gjatare. Pra në çdo lloj film produksioni është një vajzë e bukur, seksi, joshse të gjitha që shkon te një manjat ose te një djalë i varfër e fut në krim atë, ja merr pasurinë dhe ky shkon në burg. Dhe ajo shkon martohet me tjetrin. E këtë në kinematografinë shqiptare, këto telekomedit me ceken me tjetrin që i merr gruna si ministër, ja punon, ja fut në punë. Pesha grua. Në fund ditës ky del me peshmacin me kandarin aty për të matur njerëz dhe vetë gruaja që ishte dashnore e ministrit, ish gruaja vet. Pra, me këtë lloj stereotipi, dhe un pash tani dalë vëlla, se çunat pas kanë goditur këtë lloj fenomeni, po të parë nga ana tjetër. Kjo më bëri mua domethënë që unë i kam i çik shumë mashkullore, shkrimet edhe gjërat, domethënë shkruaj gjërat për cilat di. Brotherhood for life. Për ndryshe goca tash, po pakën ciga. Po mundohem të shkruaj diçka që e kuptoj vet. Çfarë bëj unë? Ti je martuar? Jo. Unë jam i martuar me shoqen Kauza. Okay. E po mirë dhe ajo. Nga dhe unë po mos isha i fejuar, do isha me shoqen Kauza e di. Kauzën time. Kupton këtë nga ande. Do ishim Baxhanak. Aman. Përshëndes dhe Baxhanakun tim. Përshëndesim Baxhanakun. Është kam super Baxhanak. Me thënë drejtën, super mik. Mund të jesh i pari dhe vetë në Shqipëri, domethënë që nuk e prisja. Nuk e prisja që do kisha një mik në Baxhanakun tim. Bravo, mund ta bëjmë. Po se ja pra prandaj më pëlqen podcasti, sepse vim e mund të themi kështu dhe bëj hiqesh që përshëndesim këtë duan dhe bëjmë një diskutim, bëjmë diçka që është edhe njerëzore në fund ditës, sepse nuk ke atë limitin e kohës që opa ik tash, opa tjetër i ftuari tjetër reklama. Bjeri çik më shkruaj çik më shpejt këto çka kemi lënë pa thënë. A duhet trokitje falso. Brava, shumë e sikleç. Kur shkojnë kështu emision. Të pres prap. Biles do ishte mirë që të fusim në link, meqense këtu nuk kemi mundësi fizike për me marrë të çunat, për me bën një podcast live me gjithë çunat e Niçës. Vetë gocat kush është në Danoçe që ditë mbaj batuta. S'ka shumë, se edhe më kanë kritikuar, që s'kam shumë. Për shembull, seria e dytë ka qenë shumë e vështirë për tu cast, nëse mba mend, me ato prostitutat që është seria. Edhe çuni kishte problem, kanë lexuar një 3 veta dhe kanë thonë jo nuk e bëj dot. Sa? Si rol. Po nuk e di se skenari ngjante shumë egër dhe shumë e pisët nga çdo dilte në të vërtetë skena. Dhe ishte vështirë të sqaroje që do ta trajtoj në mënyrë elegante, nuk është se do ta bëjmë porno tash do të jetë qoftë bastardë këtu se fundja jemi në televizion, nuk është, po nuk e besonim. Derisa doli njëri që tha po më çat tjetër, hajde bëjmë Donaldi që e pranoi dhe e bëri dhe ishte super surprizë Donaldi që luan rolin e Tikut, Adriatikut. Adriatiku. E ka qarë atë. Janë gjitha gjërat e veta ato. Komplet ajo e vetë. Bëj një se unë s'kam s'du burger, 2 për mua tani që kisha për vetë. Ha ngopo. Ndërsa vajza pastaj ishte pamundur asnjë shqiptare ta pranonte ta bënte dhe me një agjenci na të ndershme mrapira. Po edhe unë ndiem keq, se tani si mund ta bëj unë
të urryer me familjen e saj, puna ime dikë dhe nuk ndihem mirë, më thot vllai sa çfarë bëre motrës time, çfarë bëre gocës time, nesër pas nesër. Të gjithë me radhë, mos harroni, vetëm Antonio Banderas me Angelina Jolie mund të kem bërë pak gili vili aty. Të tjerat janë vetëm montazh. Kështu që fakti që ti bën prifti nuk do të thotë që ti je kishtar, nëse unë bëj hoxhën nesër në një produksion, nuk do të thotë që jam hoxh, edhe nëse unë bëj vrasin, nuk do të thotë që jam vrasës, edhe nëse luaj rolin fisnik të vajzave të qefit, se unë kështu që i kam qef shumë vlla. Ti ke shumë të drejtë për shtëpitë publike. Ke shumë të drejtë, por ama këtu ke ne nuk ishte Antonio Banderas. Kupton që vajzat ta mendonin të, ne kishim këto çuna ton. Se për Banderas. Ne kishim Brandin, Margentin, këto kush janë këto do. Edhe çoç kishin bënë vetëm për këto që si njeh njëri, pak. Kjo ishte ndryshimi. Të pres, lind ideja valla, të pres në një live në Truz Gallata me regjisorin Gent Bego, të marrësh edhe çunat. Mund të futemi 4 veta Bego live, ti mund të vish këtu, 2 nga çunat mund të jenë një nga çunat e tjerë niçën për shembull, që ta ngacmoj çik me Begon. Edhe i fusim me radhë, ikën njëri futet tjetri, sa aq mundsi kemi. Po mund të bëjmë një podcast në Truz Gallata të paparë, sepse Bego ka qenë i pari që më ka thonë, shikoj këtë filmin se është cilësor. Dhe ke marrë vlerësimin nga një regjisor që është ndoshta nga më të mirët që kanë nxjerrë brezi vet. Ta dish ti sa mirë u ndjeva unë kur më pa të shkruar Genti se unë jam rritur, ti e di, brezi jon me ato lloj humori, domethënë ajo ka qenë maja kulmi, po themi, humorit portokallis besoj atyre korave ka qenë. Edhe është vlerësim aty e ndjen veten mirë. Se shpejt për ta lidhur me një gjë që po thoya ti shpar që shkoj në aeroport më thot goca ime ti heroi im. Edhe unë këtë lloj mënyre ndihem në sensin që nëse merr pak lëvdata, por nga njerëzit e duhur, të vlen shumë më shumë se sa të bësh një gjë që as vetë se ke qef, njerëzit me të cilët rrit thonë çe ke bër këtë, po ndërkohë je bër milioner nga mbrapa. Dhe nuk zon as respektin e njerëzve që ti respekton. Kjo është ajo që mua më pengon që mos bëj diçka, që të tum respektin e atyre që unë respektoj. Ajo do ishte tragjedia më e madhe për mua, si krijues dhe si njeri në radhë parë. Nuk po ta bëjmë mbylljen kështu sikur do mikesh me lam të mirë, se nuk do mikesh me lam të mirë, do mvish prap. Këtu je. Kështu që do mvish prap. Të falenderoj vetëm për prezencën njërë dhe për modestinë që i ke. Shumë faleminderit për ftesën. Një mesazh për gjithë djemtë dhe vajzat e reja dhe ata studentët që mua më shikojnë nga jashtë, po dhe për diasporën, që ka edhe djemë të tjerë që vinë tru podcast që janë shumë të thjeshtë, janë shumë humble, janë shumë mirënjohës ndaj gjonave që kanë jetë dhe nuk kanë shumë dëngla me tregu që janë të gjithë diturit. Pashka se unë gjatë bisedës tonë që rodhi kisha dhe pak tendencë me të sprucu pak që ta kapja të nervin e zhdukjes modesti, sepse realisht mendoj që nuk duhet t'jesh kaq modest aja, sepse jeni një treg shumë të vështirë dhe një treg që duhet t'jesh gladiator, duhet luftosh për drejtën tënde, sepse askush nuk ka për ta bë. Të ta jap nga eksperienca personale. Ndërsa juve miq, mos harroni edhe një herë, më duhet mua ta bëj agentin e Nietzsches, sepse zotria ka me emocione ta bëj, nuk do ta thoj për vete. Ndiqe Nietzsche film në YouTube, serial, po. Seriali Nietzsche, N-I-C-E, jo Nietzsche. Jo film, serial. Jo serial. Seriali Nietzsche në YouTube, FFF Production, filma Production. Shtypini subscribe. David Kodhelin e gjeni dhe në Instagram apo? Në Instagram, David Kodheli, kështu siç për azhurnim. Po, mund t'i komunikoni, mund t'i shkruani dhe juve që jeni të talentuar ose mendoni se jeni të talentuar në aktrim, mund vendosni kontakt me Davidin, ta pini një kafe, nëse ai do ketë kohë që të rakordoni kohën për të parë për një produksion tjetër, për një cast tjetër, nuk i dihet, nga rastit dalin gjërat më të bukura. Mos harroni edhe një herë subscribe FFF Production në YouTube dhe te Tru Podcast e dini videove, like, share, subscribe, shpërndaje, like, share, subscribe, shpërndaje. Një buzëqeshje nuk mjafton të na duash, mjafton të na ndjekësh, sepse doktori për pacientin është qenia më e urryer deri në momentin që shpëtohet.
Natën. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetëm an kafit. E ka, se kam shumë punë. marrë vetëm me këto krijimet digitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Trup Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Trup Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovoj veten e vet, ta reklamoj mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për një orë. Faturimi është për një orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset edhe 2 orë. Juve paguani vetëm një. Tjetër, ka biznesi, juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Law, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë biznese të cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është një, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Trup Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Kam mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe riçi jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje, jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify-n, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Trup Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj, e vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@truppodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj, apo për të promovuar veten në një bisedë të këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik. Sepse ju dini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri
përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë dhe kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve sepse në qoftë se botën nuk e do deluzive, po e do reale, Trup Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen troç, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Trup Podcast, unë dhe familja ime e Trup Podcastit. Në Trup Podcast kemi hapur një merchandise, një dyqan të vogël online, që është pjesë e Trup Podcastit. Quhet Trup Podcast Shop. Do ta shikoni me këtë logon e bukur që e ka punu Bleta, dhe kjo bluza që është e veshur nga unë, është e gjitha e pikturuar me dorë nga artistja jon Remina. Na kanë ardhur disa porosi nga shqipet e diasporës, për hudi, për bluza, për xhaketa, por edhe për këmisha. Ja ku është një këmish e pikturuar me dorë nga Remina në Trup Podcast, dhurat për mua, këmisha, por edhe kjo është dhurat për Trup Podcastin, që ta shikoni më mirë. Ja ku është simbolet e trurit këtu, dhe Trup Podcast këtu. Dërgo dizajnin tënd, të punuar me ChatGPT ose jo, pikturën tënde, iden tënde, dhe neve kemi për detyrë t'ja u hedhim me bojë të zezë mbi të bardhë mbi të zezë, ose në kombinim të ngjyrave. Na dërgo tek numri 069 80 55554 në WhatsApp dizajnin tënd. Ne do ju tregojmë çmimet që bëm për bluzën, për hudin apo për xhaketën dhe këmishën. Janë të gjitha punime autentike me dorë, dhe sikur të dy juve persona të dërgoni të njëjtën grafik apo të njëjtin imazh, nuk mund të bëhen dot dy një lloj, sepse është handmade, është autentike. Punohet me bojra, punohet me airbrush, punohet me penel. Dhe gjithashtu, juve që nuk dini të dërgoni në WhatsApp, kemi edhe emailin ton zyrtar për të ruajtur cilësinë akoma dhe më të mirë të fotos apo të imazhit apo grafikës juve do dërgoni. info@truppodcast.media është emaili. Na dërgoni, sepse janë gjëra që do ngelen kujtim. Të gjithë juve fansat e Trup Podcastit duhet ta keni një bluzë të tillë. Ju përshëndesim dhe ju presim në 069 80 55554. Na dërgoni dhe neve ja dërgojmë me post kudo që jeni juve. Ju përshëndesim dhe bëj telefonatën tënde porosit një bluze apo hudi nga Trup Podcasti. Thank you.